I ftuari ynë është një nga zërat më të spikatur të politikës së re në Shqipëri. Pedagog, aktivist dhe drejtues i Lëvizjes Bashk, Arlind Qori. Ka ndërtuar profilin e tij politik mbi kauzat sociale, mbrojtjen e interesit publik, kritikën ndaj modelit aktual të qeverisjes, ku në muajt e fundit emri i tij dhe i Lëvizjes Bashk është lidhur shpesh për protestat qytetare, që kanë rikthyer debatin mbi reagimin e shoqërisë civile, rolin e opozitës dhe alternativat politike në vend. Në këtë intervistë do të flasim për protestat, zgjedhjet, aleancat politike, ambicjet e tij dhe përtej politikës do të njohim edhe Arlindin si bashkëshort, prind, pedagog dhe për të kuptuar se kush është pas figurës publike. Arlind, kënaqësi që të kam të ftuar sot. Falenderoj për ftesën. Emri i Lëvizjes Bashk është përmendur shpesh si një nga forcat që kanë mbështetur protestat e nisura pas ngjarjes së Zvërnecit. A jeni ju organizator të kësaj lëvizje qytetare apo thjesht një forcë politike që i është bashkuar asaj? Protesta qytetare është shumë e madhe për të pasur një parti organizator dhe për të pasur çfarëdo lloj, po themi, entiteti që flet në emër të gjithë qytetarëve. Është një protestë e vetë organizuar nga 10 mijëra qytetarë, madje qindra mijëra qytetarë në kulmin e vet. E vetë organizuar. Veçoria e Lëvizjes Bashk është që se si duhet jetë një parti është se ka qenë zëri qytetarëve atëherë ku qytetarët nuk kanë qenë në shesh. Tani qytetarët janë shesh, s'ka nevojë për zërin e partive, se flasin në vetë parë. Vetë ideja e përfaqësimit nënkupton që ti të kesh mundësinë të flasësh dhe të veprosh në emër të shoqërisë. Tani që shoqëria flet vetë, s'ka nevojë për ne jemi aty pjesëmarrës për ditë me orë të tëra. Po, veçoria jonë si lëvizje është që ne kemi qenë në Zvërnec ditën që plasi, domethënë ditën që qytetari u tërhoi zvarr dhe ajo tërheqje zvarr nga gangsterët e policisë private në heshtjen edhe paralizimin e policisë shtetit nuk ishte vetëm një akt dhune i tmerrshëm, po ishte edhe treguesi një dhune strukturore që psojmë të gjithë si qytetarë nga korrupsioni, nga zhvatja, nga ai quhet procesi i akumulimit nëpërmjet shpronësimit, ku ne pasuria jonë publike, shpeshherë edhe prona private është e tjetërsuar prej politikanëve të korruptuar edhe partnerëve të tyre në oligarkinë ekonomike dhe në krimin organizuar. Protesta ka hyrë në javën e 6. Do ta konsideronit si një fitore? Protesta është suksesshme në kuptimin e masivitetit dhe në zgjimin e ndërgjegjjes qytetare. Më është dashur ta them disa herë që tashmë shoqëria shqiptare është zgjuar për të mos fjetur mërkurr. Shoqëria jonë përpara këtyre protestave ka qenë disi apatike, me mosbesim në vete, me mosbesim se përmes aksionit kolektiv mund të ndryshojnë gjërat. Dhe ja se si ndodhi që në disa javë njerëzit ndryshuan 180 gradë qëndrimin e tyre, edhe qëndrojnë me orë të tëra në shesh. Të rinj, prindër, fëmijë, njerëz të gjitha moshave, profesioneve janë aty. Sigurisht protesta ka disa kërkesa bazë, kërkesa kryesore është ndërheqja e Ramës, dhe sa kohë Rama nuk e ka thënë ndërheqjen, është ende një proces, askush mund të thotë triumf fitore. Gjithsesi ky është një proces, ka nisur një proces dhe unë besoj që ky proces do të zgjasë deri në ditën që të arrihen të gjitha objektivat e tij. Një përfaqësuese e Lëvizjes Bashk e çoi çështjen deri në Parlamentin Evropian. Çfarë prisni konkretisht nga faktori ndërkombëtar? Të kuptojë ato të vërtetë që kuptojnë qytetarët shqiptarë, të kuptojnë që ne kemi të bëjmë me kryeministër të korruptuar, me kryeministër abuziv, me kryeministër autoritarist, me kryeministër që të lëshon policinë pse e tërre, pse gjuan me vezë, me kryeministër që të ndërsen instrumentet e shtetit dhe të kërcënon me burg 10 mijëra qytetarë për komentet e tyre në rrjetet sociale dhe në profilet e bizneseve të oligarkëve. Pra, të kuptojnë ato të vërtetë që ne jo vetëm e kuptojmë, por edhe ndjejmë kurriz. Edi Rama ja ka dalë përmes një makinerie sofistikuar të përpunimit të imazhit, ja ka dalë të krijojë në perëndim një imazh të rrejshëm ti. Do të thënë Edi Rama është një politikan i korruptuar, partnerët e tij janë oligarkia ekonomike dhe krimi organizuar, ama çuditërisht ka dalë të ambush mendje deri para protestës, shumë kujt në perëndim që ai është një udhëheqës progresist, liberale kështu me radhë. Ndërkohë që është e kundërta. Unë e kam krahasuar me Nuri Beun e filmit Koncert vitin 36, pra i personazh anakronik, i personazh që pasuria e cilit dhe pushteti i cilit bazohen kurrizin e të drejtave të tjerëve, dhe në këtë sens më gëzon fakti që edhe nëpërmjet komunikimit ton me partnerët deputet të Parlamentit Evropian edhe me shtypin ndërkombëtar, ja kemi dalë që ta thyejmë këtë imazh të rrejshëm të Edi Ramës, dhe tani shumë kush e ka kuptuar edhe në perëndim se me çfarë
satrapin kuptimin që persët i përdornin dikur kemi në krye të Shqipërisë, dhe sigurisht me Edi Ramën është e kuptueshme që me qeverisë kaq korruptuar është e kuptueshme që dëshira ose vullneti për të integruar në Bashkimin Evropian nuk mund të realizohet, sepse nuk mjaftojnë vetëm arsyet gjeopolitike, duhet edhe shtet ndërtimi demokratik për ta mundsuar integrimin e Shqipërisë. Gjatë protestave u fol për tentativa infiltrime. Dhe për frymën e tyre, a mendoni që ka pasur interesa politik për ta përçarë këtë revolt? Patjetër, çdo gjë e madhe kërcënon të pushtetshmet, dhe të pushtetshmet pastaj përdorin gjitha mekanizmat, edhe luftën frontale, edhe luftën hibride për të prishur protestën. Edi Rama besoj e ka provuar përmes provokatorëve në turm. Kujtoj për shembull rastin e thyrjes xhamave tek komisariati i policisë numër 3, dolën 2-3 veta me maska nga turma, që askush nuk e njinte, askush nuk dinte kush ishte. Thyen xhamat dhe ikën, domethënë, edhe të gjithë ata që ishin protestin thoshin mos e bëni këtë gjë. Duket që është një akt provokimi, pastaj sigurisht që të gjitha subjektet e mbrapshta në Shqipëri kanë tentuar ta provokojnë dhe përçajnë protestën, por maturia qytetare ka qenë aq e madhe. Dhe dëshira për ndryshim ka qenë aq e madhe saqë të gjithë këta provokatore përçarës s'ja kanë dalë, edhe janë larguar të pa suksesshëm. Kundërshtarët ju quajnë aktivistë të majt. Dhe ju akuzojnë që doni të riktheni modele që Shqipëria ka lënë pas. Si ju përgjigjeni këtyre akuzave? Ti është aktivist i majt nuk është turp, sepse majta është një nga palët më të rëndësishme në demokracitë përfaqësuese dhe liberale të epokës sotme. Nga e majta e natyrës socialdemokrate, të cilës ne i përkasim, kemi arritje prej mesit shekullit 19 e këtej të jashtëzakonshme, për shembull zgjerimi i drejtës votës. Pa lëvizje sindikale nuk do ishte i mundur. Unë e ti nuk do votonim dot me shumë gjatë, sepse nuk do ishim pjesë e elitës ekonomike, siç do të dikur. Kemi shtetin social, kemi drejtat në punë, kemi tetorshin, ditën tetorshe të punës në vend të ditës 6 shpetorshe të punës. Kemi shtunën e dielën pushim. Në Shqipëri shumë pak vete kanë edhe shtunën edhe dielën. Madje një pjesë e konsiderueshme punojnë edhe dielën, por po flas për materializimin e këtyre ideve të smajtës demokratike në botë, dhe unë sigurisht jam krenar që vetë dhe Lëvizja Bashki përkasim të majtës demokratike, siç ndodh në vendet më të përparuara të Evropës edhe të Perëndimit. Sigurisht kundërshtarët tanë, duke mos ditur çfarë na akuzojnë në karakterin ton moral, në qëndrimet politike, në programin ton, janë komplet pa zë aty, ka nevojë për një dordolec, domethënë. Edhe nga e majta demokratike që jemi në të vërtetë na shtyn drejt ekstremit ata. Domethënë ata na konsiderojnë sikur jemi ekstremistë, na thonë doni të ktheni Shqipërinë e vjetër, ndërkohë që ideja jonë është për një Shqipëri të re në kuptimin e modernizimit të shtetit, modernizimit të ekonomisë, demokratizimit të institucioneve, lirive dhe drejtave themelore të njeriut, që Shqipëria nuk i ka pasur kurrë. Kështu që ne nuk duam të kthehemi diku, po duam të shkojmë diku ku s'kemi qenë asnjëherë dhe ku vendet tjera goxha më të përparuara se ne ja kanë dalë në këtë mënyrë, përmes organizimit, mobilizimit qytetar, vëdijsimit, organizimit sindikal. Për shembull, ne jemi vetëm parti që e theksojmë nevojën e organizimit sindikal, jo vetëm për shkak të drejtave që pa organizim në punë nuk ekzistojnë në Shqipëri, për shembull. Ligji mund ta jap një drejtë, por si thua, ajo drejt nuk respektohet sa kohë nuk ka sindikata të fuqishme, por nga ana tjetër sindikatat shërbejnë edhe për të demokratizuar një sistem politik. Ka studiues, e kanë politikën dhe fushë studimi në pjesën tjetër të kohës, ka studiues që kanë arritur në përfundimi që niveli i demokracisë një vendi është në lidhje drejt për drejt, është një raport të drejtë me organizimin sindikal të punëtorëve. Kështu që fakti që ne nuk kemi sindikata të forta tregon edhe pse nuk kemi demokraci të konsoliduar, kështu që këto dy gjëra duhet të shkojnë bashkë me njëra tjetrën, dhe unë sa të mundem do të vazhdoj të nxis punëtorët, jo vetëm punëtorët atyre që punojnë me krap, edhe atyre që punojnë me mendjen e tyre, me kreativitetin e tyre, të organizohen për të drejtat e tyre në radh parë, por pastaj efekti i kësaj do të jetë edhe përmirësimi i jetës shoqërore dhe demokratike. Me që jemi tek kjo pjesë, çfarë përfaqëson konkretisht Lëvizja Bashk? Unë besoj që përfaqëson aspiratat më të mira të shoqërisë shqiptare. Nevojën që qytetarë të mbar, qytetarë të ndershëm, qytetarë që e shohin të mirën e përbashkët me përparësi, janë organizuar dhe kërkojnë që disa ide t'i çojnë përpara, të ndërgjegjësojnë të tjerët, edhe të kemi mundësi t'i vëmë realitet. Shqipëria ka nevojë për shtetës drejtës, që lufton korrupsionin, për institucione të pavarura dhe të fuqishme, që nuk i kemi ende siç duhet. Prandaj ne luftojmë që të arrijmë në këtë pikë. Ka nevojë për shtet social që kujdeset për më dobtit. Ka nevojë për shtet demokratik që pranon dhe nxit iniciativat qytetare nga poshtë, të drejtat për të organizuar në referendume, për të marrë pjesë në jetën komunitare, lokale,
me përgjegjësi dhe me kapacitet për të marrë vendime. Të gjitha këto janë të rëndësishme për ne, siç është i rëndësishëm edhe një zhvillim ekonomik i qëndrueshëm. Sot që flasim, modeli ekonomik që është në fuqi, është një model i bazuar tek spekulimi, tek pastrimi i parave të pista, tek aventurat me investime të shpejta pa një ide afatgjatë se ku do shkojë vendi, ndërkohë që ne kemi nevojë për të përmirësuar ndjeshëm prodhimtarinë tonë në bujqësi, në industri, në shërbimet e kualifikuara, dhe për ta bërë këtë gjë kemi nevojë për atë që shumë shtete kanë kuptuar dhe kanë realizuar para nesh, shtetin zhvillimor. Pra shteti që nuk është shtet grabitqar si deri më sot, pra që nuk mendon ai që shkon zyrën e shtetit çfarë do vjedh sot, që është emëruesi i përbashkët gjithë atyre që na kanë qeverisë dekadat e fundit, por që mendon se cilat do të jenë impulset zhvillimore në ekonomi dhe si do të bëjmë të mundur që qytetari mesatar shqiptar që punon, që duhet ketë të drejtën për punë, të prodhoj e të shërbej më mirë e të përfitoj për veten e vet më shumë. Këto janë pyetje të kyç që fatkeqësisht nuk parabëhen në jetën politike shqiptare dhe Lëvizja Bashkë ekziston pikërisht për të shtruar këto pyetje si probleme që duhen zgjidhur. Në zgjedhjet e fundit nuk arritët të hynet në parlament. E konsideroni këtë si një dështim apo një etapë ndërtimi për projektin tuaj në politikë? Fati im është komplet i parëndësishëm. Fati Lëvizjes Bashkë si instrument duart e shoqërisë shqiptare për të realizuar aspiratat e vete është shumë i rëndësishëm. Kështu që fakti që Lëvizja Bashkë arriti të shndërrohet parti parlamentare, pra atë që shumë parti tjera kanë dështuar ta bëjnë në të shkuarën, ne ja arritëm pa pasur lek, pa pasur gangster, pa pasur pushtet, po vetëm me forcën e zemrës së aktivistëve dhe mbështetësve tanë është sukses. Është sukses edhe fakti që ne kemi dhënë një shembull emancipimi politik. Nuk ka ndodhur kurrë në historinë e pluralizmit shqiptar dekadave të fundit që një kryetar partie mos e vendos veten të parë në listën e deputetëve, edhe të mos jetë deputet do Kuventin e Shqipërisë, e të jetë i lumtur për këtë gjë. Kështu që unë jam shumë i lumtur që shoku dhe bashkëluftari im Redi Muçi po na mirë përfaqëson në Kuventin e Shqipërisë dhe po i tregon shoqërisë atë që ne e dim vetë prej kohësh, që në Lëvizjen Bashkë ka shumë njerëz përgatitur e të ndershëm që deri më sot duke kanë pasur platformën publike për t'u njohur nga shoqëria. Fatmirësisht Redi ka dalë shumë mirë në muajt e fundit, do ja dalin të tjerë në muajt e ardhshëm dhe kësaj ne do të tregojmë atë të vërtetë që e kemi, domethënë që kemi kapacitet për ta qeverisur Shqipërinë. Kjo mosvendosja e emrit tënd në krye të listës, ishte një zgjedhje parimore apo kalkulim politik? Të dyja bashkë. Zgjedhje parimore njëherë sepse unë nuk e shoh politikën për të përfituar personalisht. Unë bëj punën më të bukur në botë. Ta kisha unë dorë, do isha gjithë jetën time pedagog universitetit dhe asgjë tjetër. Po ashtu parimore në kuptimin që duhet dhënë mesazhin që partia nuk është kryetarit, kryetari është i partisë. Pra partia, ajo Lëvizja Bashkë ka rëndësi përpara kryetarit. Po është edhe llogari politike në ç'kuptim. Atë që thash, përpara 2025-s e vetmja figurë publike me njohshmëri publike Lëvizjen Bashkë isha unë. Kështu që mundësia për të pas dikë tjetër në parlament ishte rasti i duhur për të promovuar dhe për të treguar shoqërisë që shiko çfarë kapacitetesh tjera kemi ne. Dhe ja arritëm me Redin, ja kemi arritur me Mirela Ruko në Këshillin Bashkiak Tiranës, do ja arrijmë me të tjerë aktivistë kurdo që të ketë zgjedhje lokale ose të përgjithshme, sepse edhe një herë, partia nuk mund të jetë një individi. Sepse në moment që partia është një individi, pastaj edhe shteti bëhet një individi dhe gjithkusht bëhet një individi dhe shkojmë në epoka të errta, siç fatkeqësisht jemi ende pjesërisht për sa i përket mënyrës qeverisjes pakën. Sa jeni zgjedhur në krye të Lëvizjes Bashkë? Çfarë ju bën ndryshe nga partitë tradicionale ku flitet për demokracinë e brendshme? Po ja, fakti që për shembull ne kongreset i bëjmë një herë në 2 vjet, kongresin e dytë e bëjmë një vit mbas të parit, që do thotë në 3 vite e gjysmë parti kemi bërë 3 kongrese. Zakonisht partitë bëjnë një kongres në 4 vjet. E dyta, për faktin që pas u rizgjodha në krye të Lëvizjes Bashkë përpara një muaji, pa kërkuar asnjëri, thashë unë kongresin e ardhshëm nuk kandidoj më. Në 2029 ne ndryshuam statutin, pra bëm një në 3 vjet tash në kongresin, sepse pam që po na merrte shumë kohë organizimi i kongreseve kaq shpesh. Deklarova pasi u rizgjodha që unë nuk rikandidoj në 2029, edhe arshyetimi që përdora ishte ky, që roli kryetarit besoj unë është një rol pedagogjik, sidomos në një parti në fillesat e veta. Pra është pak a shumë si roli mësuesit. Tani pas një farë kohe, do bëhen 7 vjet në 2029 që do të jem kryetari i Lëvizjes Bashkë. Pas kaq kohësh, një mësues i mirë e ka bërë veten të panevojshëm për
të tjerët që do duhet mësojnë diçka prej tij, kështu që nëse unë do kem qenë mësues i mirë deri në 2029, s'keni më nevojë për mua. Nëse do kem qenë mësues i keq, pastaj më përzini se prapë do keni nevojë për mua, kështu që në të gjitha këto aspekte unë jam shumë i gëzuar që po i vendosim këto standarde që janë të papara për Shqipërinë. Biles edhe më gjerë në botën e madhe nuk janë standardet shpeshta, por nga që ne besojmë shumë tek demokracia, tek solidariteti, tek fakti që çdo kush duhet të ketë mundësinë të japë një kontribut, dhe partia nuk mund të jetë pronë private, nuk mund të jetë çiftlik i një njeriu. Do të jetë frymet përbashkë, do të jetë shumësi. Nga që besojmë kaq shumë këtë gjë, edhe zgjedhjet që bëjmë janë risi, edhe kam përshtypjen që i vendosin rivalët tanë politik në një pozitë keqe, se do duhet të justifikohen ose të maten me standarde që janë shumë të larta për ta. Marrëdhëniet tuaja me opozitën nuk kanë qenë gjithmonë dash të lehta. Me cilat forca politike mund të bashkëpunoni dhe me të cilat do t'i përjashtonin? Ne që në kryetëres kemi përjashtuar kategorikisht mundësinë për të bashkëpunuar me parti që kanë vjedhur popullin shqiptar duke qeverisur, dhe këtu fut Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe të gjithë bishtat e tyre që kanë bashkëqeverisur në këto 36 vite. Për sa i përket forcave të reja politike, ne po ashtu kemi vendosur disa kritere dhe kam vënë re që pak deri më sot ato forca nuk i kanë arritur të plotësojnë as minimumin e këtyre kritere për sa i përket seriozitetit, luftës serioze politike kundër establishmentit i vjetër, kundër oligarkisë ekonomike, kundër krimit të organizuar, e kundër shumë çkaje të keqe që e kanë mbytur shoqërinë shqiptare. Gjithsesi unë uroj që forca të tilla ose forca të reja që mund të krijohen, sepse politika nuk është çiftligja askujt. Edhe ky koncepti parti e re nuk është prona ase imja ase 2-3 partive tjera që janë ekzistuar dhe ende quhen të reja, mund të ketë parti të reja që lindin dhe sigurisht me çdo parti që nuk ka qenë pushtet, ne do vlerësojmë rast pas rasti, qofse arrin të përmbushin kriteret e seriozitetit, qëndrueshmërisë, ndershmërisë, karakterit dhe guximit politik. Deri tani s'ja ka dalë askush, prandaj ne aleancën e madhe kemi me shoqërinë shqiptare. Zgjedhjet vendore po afrojnë. A do të jesh ti Arlind kandidat për Bashkinë e Tiranës? Po do të jem. Tani unë shpresoj që ne të kemi zgjedhjet parakohshme të përgjithshme. Edhe në moment që kemi zgjedhjet parakohshme të përgjithshme, shumë çka mund të ndryshojë në jetën politike shqiptare, ama vendimi ynë në lëvizjen bashkë ka qenë që nëse politika vazhdon si normalisht, pra nëse zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme do të jenë në 2029, unë pa diskutim do të jem kandidati i lëvizjes bashkë për Bashkinë e Tiranës. E kam bërë një herë këtë punë jo keq në vitin 2023. Ishim 5 muaj parti dhe arritëm të merrnim rreth 5% votave në Tiranë. Sot besoj potencialin e kemi shumë të madh. Dhe unë kam edhe një pasion për qytetin, se Tirana është qyteti im. Unë nuk kam jetuar kurrë në jetën time më shumë se 1 muaj larg Tiranës. Po bëj 45 vjeç përpara. Pak muaj bëj 45 vjeç dhe nuk kam jetuar kurrë më shumë se 1 muaj larg Tiranës, e ndjej Tiranën në të gjitha poret e saj, e njoh çdo pllëm të saj, njoh problemet, njoh historinë, njoh njerëzit në një mas të rëndësishme, kështu që e kam edhe një, si thuaj, shtyse personale që të kontriboj aq sa mundem që qyteti im. Si të duket Tirana sot kur kalon në rrugët e saj? Është një xhungël për betoni, është një qytet i pushtuar nga interesa ogurzeze, është një qytet ku po bëjmë para mbi kurrizin e qytetarëve, mbi jetueshmërinë e qytetit shumë pak vetë. Gangster, oligark, politikant korruptuar lokal edhe qendror, ndërkohë që Tirana ka potencialet për të bërë qytet i jetueshëm, një qytet vërtet me zhvillim ekonomik, po me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, me një zhvillim ekonomik që nuk e përjashton, por përkundrazi e fuqizon natyrën, hapësirën publike, trashëgiminë kulturore, të gjitha gjëra që mënyra se si është qeverisë Tirana në vitet e fundit po i shkatërron në mënyrë të vazhdueshme. Unë jam prind i fëmijëve të vegjël dhe e vuajnë për dishmërinë time fakt që nuk kemi ku luajmë me top. Të më thoshte njëri mua kur ishim fëmijë që një ditë do paguash për të rënë topit me shqelm, do thosha je i marr. Je i marr, do thosh, është si të më thuash që ku diun, do rrash flatrat dhe do banosh në Mars, në planetin Mars. Derisa sot e beson. Sot është po realiteti i përditshëm, ti nuk ke ku luan me top me fëmijët. Në qytetin e Tiranës ti e ke të pamundur të gjesh një pllëm vend ku ti të luash me top pa të shtyp makina në qytet. Dhe ky është problemi i madh sepse çdo hapësirë publike, këta që do duhet të ishin kujdestar të kësaj hapësire publike, e kanë vënë si shesh ndërtimi. Dhe po ta vini re pastaj shumica dërmuese e kullave që ndërtohen janë bosh, sepse nuk i shërbejnë as ekonomisë, nuk është se ka shumë biznese në to. Shqipëria në shumë aspekte është një vend i pravambetur dhe për sa i përket
strukturës ekonomike, mirë po me sa duket janë vend i mirë kullat për të pasuar paratë e krimit të organizuar, por nuk mund të vazhdojmë kështu. A shihni vetë një ditë si kryeministër i Shqipërisë? Tani po të them po është arrogante, po të them jo është ku diu, dikush do të thotë po tani për çfarë po të mbështesim nëse nuk e sheh veten tillë. Shiko. Ose po e them kështu, është ky objektivi juaj politik? Objektivi im politik është që Lëvizja Bashkë të ketë mundësinë të qeverisë Shqipërinë. Pra Lëvizja Bashkë të ketë një ditë 71, të paktën 71 deputet nga 140 mundshëm për të qeverisur Shqipërinë. Nëse do jem unë apo dikush tjetër, kjo nuk ka rëndësi parsorë. Unë ta thash, nga pikpamja personale, gëzimi im më i madh, lumturia ime, do të thënë se është të vazhdoj t'u jap mësim studentëve fëmijë, thën kjo, pastaj janë ca gjëra që duhen bërë edhe kur nuk të pëlqejnë, pra është një lloj detyre politike që ose përgjegjësie politike që pastaj ti mbase duhet ta ushtrosh edhe kur nuk të pëlqen. Por unë e kam çik për zemër Platonin sa të jap mësim studentëve. Edhe Platoni thotë që kur shtron pyetër kush duhet qeverisë. Dhe jepi përgjigjen duke çuditshme, thotë duhet qeverisin ata që duhet të qeverisin, ata që nuk duan të qeverisin. Pra, të drejtën e përkohshme për të marrë vendime, duhet ta kenë ata, thot Platoni, që nuk e kanë aspirat pushtetin. Nuk kanë dëshira as pushtetin as paran, mirë po që i zë rrotabishtin sa vite të jetës, edhe për të mos u lënë më të këqijme në dorë për të vendosur, janë detyruar që përkohësisht i lënë pasionet e tyre dhe të kontribuojnë për qytetarët. Ky është modeli i politikës që un kam për zemër, edhe sa të kem fuqi do ta ushtroj. Nëse do të kishe Edi Ramën përballë në një debat televiziv, cila do të ishte pyetja e parë që do t'i bënit? Unë nuk besoj se do ta kem ndonjëherë Edi Ramën përballë në një debat televiziv, se Edi Rama i ka frikë debatet, mund të ketë rreth ndoshta 15 apo më shumë vjet që nuk debaton, madje në mos gaboj i vetmi debat politik që ka bërë ka qenë i përpara 26 viteve me Besnik Mustafajin, kur ishte për herë të parë kandidat për kryetar Bashkia e Tiranës, ka qenë i pari dhe i vetmi debat politik që Edi Rama ka bërë. Edi Rama ka shumë frikë të flasë, të diskutojë përballë njerëzve që e kundërshtojnë politikisht, sepse do t'i rënohet imazhi i një politikanit të qëndrueshëm, nuk se do kisha në një pyetje specifike, thjesht do të ekspozoja problemet e thella të qeverisjes së tij, edhe premtimet e përmbajtura, shumë nga premtimet e përmbajtura, nga ato 24 orë ujë që i thoshte deri tek ku diun në fillimet e veta fliste për shembull për hapësirat publike, gjëra që edhe si kryetar bashkie, edhe pastaj si kryeministër më shumë i ka tjetërsuar dhe i ka shkatruar. Për të shkëputur pak nga politika dhe për të kaluar tek jeta personale, publiku e njeh Arlind Qorin si politikan. Kush është Arlind Qori kur mbyllet dera e shtëpisë? Zakonisht i përgjigjem i batut, sa një njeri i mërzitur dhe i mërzitshëm do thosha. Kuptimi që do thënë jeta ime jashtë politikës është shumë modeste dhe e thjeshtë, është një farmase familjare, duke ndëjtur me bashortën edhe me fëmijët e mi, cilëve mundohem të nxis dëshirën për librin edhe t'i largoj nga telefoni, pa ndonjë sukses të madh të drejtën. Por ende kam shpresë se ka ende kohë. Kur kam kohë e kam dhe punë, pa e kam dhe pasion, librin, kështu që mundohem të gjej ndonjë orë kohë për të ulur në kafene vetëm edhe për të lexuar ose me libër fizik ose kompjuter, në laptop. Mund takohem në të rrallë me disa shokë të gjimnazit ose të universitetit. Pastaj sigurisht puna në radh parë, puna si pedagog që më zë edhe studimet që më zën pas një pjesë të kohës, por në thelb bëj një jetë të thjeshtë dhe me pasione të thjeshta që janë libri në radh parë, ndonjë film i mirë, edhe futbolli, shoh futboll. E kam pasion, kështu që kur mundem netve ose në mbrëmje shoh ndonjë ndeshje. Me kemi pak tek futbolli. Me kë jeta tani që është periudha e ndeshjeve të botrorit? Po unë isha me Gjermaninë, se kam qenë që i vogël me Gjermaninë, kështu që Gjermania u elevinua shumë shpejt, u bë botrori i tretë që lënam, si thua, duke u eliminuar shumë shpejt. Kështu që nga këto skuadrat e mbetura, me që jam tifoz i Bayernit Muniut, po shpresoj ta fitoj Anglia, me që është Harry Kane, kapiteni i Anglisë dhe futbollistët kryesor të Bayernit. Kështu që nga këta që kanë mbetur, shpresoj ta fitoj Anglia. Po zakonisht nuk e fitojnë skuadrat me të cilat jam unë, kështu që
Ky nuk është augur i mirë. Politika është një profesion që konsumon shumë energji. A ndihesh pak borxhlim ndaj familjes ose shoqërisë, personave të tu të afërt? Po, është e vërtetë. Domethënë, unë shpenzoj me fëmijët, me bashorten, më pak kohë se çdo doja shpenzoja dhe më pak kohë se shpenzon qytetari mesatar. Sepse politika, organizimi, protestat, komunikimi me qytetarët është shumë i rëndësishëm. Po, kam pasur fat që në radh parë bashortja ime ka qenë jo vetëm mirëkuptuese, po dhe inkurajuese. Domethënë, është e rrallë besoj në të tilla po themi marrëdhënie që të gjesh dikë që të nxit të shkosh përpara, pra që e kupton një lloj syti rëndësinë e asaj që po bëjmë, edhe është e gatshme jo vetëm ta pranoj këtë fakt, po edhe të më inkurajoj që të bëj më shumë politikisht. Jam përpjekur që tua përcjell të idetë e fëmijëve me sukses të pjesshëm, domethënë sigurisht janë ende vegjël, 11 vjeç, kështu që jo të gjitha gjërat mund t'i kuptojnë. Mirë, po besoj që edhe ata deri në një farë pike kuptojnë që kjo që unë po bëj është për të mirën e të gjithëve, është për të mirën e gjithë shoqërisë, kur është për të mirën e gjithë shoqërisë është edhe për të mirën e tyre. Së fundja, siç ta thash pak më herët, sa kohë nuk kemi fusha ku të luajmë, parqe ku të luajmë, sa kohë nuk kemi si shoqëri 5 gjëra minimale apo bazike që i gëzon çdo shoqëri tjetër, atëherë dikush duhet të sakrifikojë nga koha e vet në mënyrë që këto të mirat gëzohen nga të gjithë. Kështu që besoj që pjesërisht edhe me fëmijët ja kam arritur që ta përcjell idenë e domosdoshmërisë që kësaj që po bëjmë, që sigurisht mbas është e pakëndshme për ta, kuptimi nuk më kanë aty aq shpesh sa do donin, nuk luajmë bashkë aq shpesh sa do donin, luanin, por unë përpiqem ta kompensoj aq sa është e mundur kohën, duke gjetur pak kohë për të luajtur shah me fëmijët. Fatmirësisht ka filluar hyj pasioni për shahun, për të luajtur te trotuari aty poshtë pallatit, për të marrë topin dhe për të bërë ca pasa. Mundohem të gjej pak kohë me thonjë, si thon, ta gryej atë kohën për të ndetur pak më shumë me bashortën e fëmijët. Si jeti Arlind si baba, i rrept apo dialogues? Unë jam besoj modeli i prindit liberal, ta nuk e di është mirë kjo gjë apo jo, ta shoh pas sa viteve kur fëmijët tanë janë të rritur mjaftueshëm. Domethënë dialogoj me fëmijët e mi, ju flas, lui kam gjuajtur kurrë me plëm, domethënë në jetën time s'kam për ta bërë këtë gjë kurrë, sepse më duket poshtruese për fëmijët të bëhet diçka e tillë. Përpiqem përmes argumentit, për forcës së argumentit që t'i shtyj nga e mira, po tani të shohim kur ata të bëhen 18 apo 20 apo 20 ca vjeç që të ketë mbaruar ai procesi i formimit ku familja të ndikon më shumë, për të parë nëse kjo qasje liberale që unë kam pasur e kam litur apo jo. Sepse tani unë mund të marr medalje ari për mënyrën se sillen me fëmijët, po tani të shohim cili do jetë produkti, shpresoj të jetë i mirë. Cilat janë vlerat që jeni munduar që t'i mësoni më shumë fëmijëve tuaj? Ndershmëria e vërteta, guximi, edhe që pasioni për libra, për kulturën në përgjithësi. Domethënë nxis shoh në një film, nxis të lexoj në një libër, nxis të komunikoj në gjuhë më të pasur, sepse besoj që karakteri i njeriu të përpunohet, edhe kultura është ajo që e përpunon më së miri. Sigurisht janë solidar me njëri tjetrin, janë solidar me shokët, qofse shoku i kërkon diçka, t'ja japin, jo thonë e kam për vete, sepse u besoj që kjo është mënyra e mirë për të krijuar komunitet dhe për të ndjeri përmbushur. Njeriu përpara se të ketë duhet të jetë. Po përdor një dikotomi që përdorte dikur një psikolog gjerman, Erich Fromm, thoshte midis të kesh edhe të jesh, zgjidh. Të kesh të jesh dhe ai zgjedh të jetë përpara se të ketë. Kështu që ky posesiviteti për të pas gjëra, për të pas pasuri, të varfron shpirtërisht edhe të bën që të ndërtosh marrëdhënie toksike me të tjerët. Ndërkohë që bujaria, hapja ndaj tjetrit, solidariteti mund të lënë mbase me më pak bollëk material, po të përmbushin aq shumë shpirtërisht saqë ti arrin atë lumturinë që besoj synon shumë kush funditës. A do dëshironi që fëmijët tuaj ta ndërtonin jetën në Shqipëri? Unë po luftoj që të fëmijët e mi ta ndërtojnë jetën në Shqipëri. Unë po harxoj kohë, nerva, mund, gjumë që fëmijët e mi dhe jo dhe fëmijët e mi, po fëmijët e gjithkujt të jetojnë në Shqipëri. Sa më shumë ata rriten, aq më shumë mendoj ikjen e tyre.
larg Shqipërisë, domethënë i friksohem kësaj gjëje. Para 5-6 vjetësh ata ishin shumë të vegjël, edhe mendoja se sa të rriten këta. Ka kohë. Ka kohë, po tani ata janë 11 vjeç, atë them që pas 7 vjetësh do kanë mbaruar gjimnazin. Do ishte e rënd për mua, për ti me shoqe që ata të ndjeshin të detyruar të iknin, sigurisht. Çdo njeri duhet të ketë lirinë për të larguar nga vendi vet, fundi. Lirinë për të zgjedhur ku të jetojë. Kështu që nuk jam as me këtë tjetrin që prindit bëhet aq posesiv sa ta lidh fëmijën për këmbë tek si thua, karrigja e tavolina për të mos ikur. Pra lufta ime e cila është që Shqipëria të bëhet vend i jetueshëm dhe pastaj, nëse dikush do të jetojë larg ose jo, atje të çështje zgjedhje, jo çështje imponimi siç është sot. Sot praktikisht është imponim. Ta bëjmë çështje zgjedhje dhe kur ta bëjmë çështje zgjedhje, unë besoj që shumë më tepër shqiptar do të vinë në Shqipëri, do të kthehen në Shqipëri se do të ikin. Patjetër do ketë edhe të tjerë që ikin se jetojmë në një botë moderne, një botë ku komunikacionet janë të shpejta, edhe ku njerëzit kanë edhe kureshtin mbase për të parë botën e madhe. Pra nëse fëmijët tuaj do të zgjidhin një ditë që të largoheshin, do t'i mirë kuptonet? Shiko, unë nuk e përfituroj dot veten si tirani emocional që, ku di unë, u thot fëmijëve po ikët ju, ne do na pushoj zemra edhe do na gjejnë komshit mbas 2 javësh të dekompozuar. Pra do të thotë patjetër që do shiko. Unë mendoj që fëmijët, kur them fëmijët në kuptimin e raportit bir edhe prindër, jo fëmijët thjesht si të vegjëlit, po fëmijët duhet kenë të drejtën në një farë moshe që po të jetë gjëja e duhur edhe t'u thyen zemrën prindërve. Besoj te ky, si thua, te ky rebelimi që ka drejtën ta bëj çdo kush, kështu që pavarësisht se mua mund të më vinte keq, nëse i bebi apo i mbir zgjedh largohet, do e respektoja atë vendim dhe nuk do doja t'i bëhesha kurr barre emocionale për t'i thënë që ik ti, po ku i dihet da gjen apo s'ta gjen. Nuk është kjo mënyra e shëndetshme për ndërtuar marrëdhënie. Duhet që njeriu të qëndrojë në vendin e vet, sepse ka dëshirë. Prandaj thash, detyra ime është të bëj ç'është e mundur që të jetë dëshira autentike e fëmijëve, jo vetëm fëmijëve çdo kujt, për të ndëritur në Shqipëri, për të punuar, për të studiuar, për të kontribuar, për të krijuar në Shqipëri. Ti Arlind je dhe pedagog. Si e shikon arsimin në Shqipëri? A mendon që i përgatit ai të rinj të konkurrues për tregun evropian? Problemi i arsimit në Shqipëri, arsimi ka shumë probleme, ka probleme që kanë të bëjnë drejt për drejt me mënyrën si është organizuar sistemi arsimor, nga faza më e ulët tek faza më e lartë e vet. Mirë po, prapë mendoj që ka edhe probleme që i vinë arsimit nga jashtë arsimit. Cili është problemi kryesor që i vjen nga jashtë arsimit? Fakti që shumë kush që studion në Shqipëri nuk arrin të gjejë lidhjet midis asaj që studion dhe tregu i punës. Dhe fajin këtu e ka tregu i punës, se mënyra si është strukturuar tregu i punës. Po më thoshte një person protesta, kanë disa vite në Gjermani. Kam mbaruar për kimi në Shqipëri. Në kimi isha student i mirë, mbarova shkollën, punoja kamarier. Sepse s'kishte ekonomia shqiptare, vende pune për kimistë. Shkova në Gjermani, thotë punoj në institucion shkencor. Kupton? Pra, problemi është që mënyra se si e kanë strukturuar ekonominë, që duan ta bëjnë gjithë kamarier për të shërbyer të huajve që vinë për turizëm këtu, nuk është e duhura. Na duhet zhvillojmë industrinë, na duhet zhvillojmë shërbimet kualifikuar në mënyrë që të ketë më shumë nevojë për punonjës të kualifikuar e përpasoj studentët që janë në këto shkolla të ndjejnë motivin e duhur për studiuar më shumë. Pastaj kur vjen puna tek organizimi i arsimit, për mua dhe them këtë përsëri edhe si prind, është skandaloz fakti që për shembull në Tiranë ende bëhet mësim me turne. Shkolla ku kam bërë gjimnazin, Ismail Qemali. Në 96 kam hyrur tek Ismail Qemali, bëj mësimi me turne. Në 2026 vazhdon të bëhet mësimi me turne. 30 vjet turne. Do të thotë po të vazhdoj kjo punë në 2066 do vazhdoj të bëhet me turne. Pra, mungojnë shkollat, aty ku ka shkolla nuk kryhet ai proces që kryhet në vende të tjera evropiane. Mësimi me edukimi me afat gjatë, jo thotë fëmijët kanë mundësi që mbas shkolle të hanë një vakt ushqimi në shkollë, bëjnë detyra, të kenë aktivitete sportive, krijuese, artistike. Sepse ta thasë një herë, ata që na qeverisin ne, kur hyn zyrë, mendoj vetëm një gjë, çfarë do vjedhim sot. Ndërkohë që do duhet mendonin krejt kundërtën. Si të shërbejmë sa më shumë dhe sa më mirë shoqërisë sot, nesër e kurdoherë. Dhe për ta përmbyllur, pas përvojës tuaj si aktivist dhe politikan, a besoni ende shprehjen që Shqipëria bëhet? Unë mendoj që vendi ynë mund të transformohet në mënyrë të papërfitueshme nga shumë kush sot për mirë.
askush nuk mendonte që mbi 100.000 shqiptarë do të protestonin kundër korrupsionit, kundër kapjes shtetit, për shtetës drejtës, për shtet social, siç ka ndodhur prej disa javësh në protest, dhe kjo është një energji shoqërore që pa diskutim do të ketë efektet e veta. Kështu që unë jo vetëm mendoj, po besoj që Shqipëria mund të transformohet në një vend, një mend të zhvilluar, demokratik, me institucionet forta të shtetit drejtës dhe me solidaritet social. E kanë bërë vendet tjera, nuk kemi pse mos e bëjmë ne, nuk kemi të mallkuarit e dheut, kemi potenciale, kreativitet, dëshirë për punë, dëshirë për sipërmarrje të ndershme, plot, thjesht na kanë munguar kushtet. Nëse ndërtojmë kushtet, unë besoj që do shkëlqejmë. Arlind, falenderoj që ishe sot me mua. Kënaqësi që të kisha në studio. Falenderoj unë. Sa miqtë mi, bashkë do të rikthehemi përsëri për pjesën e dytë për të diskutuar pak për ngjarjet e fundit me të ftuar shumë interesant rreth dhunës së fëmijëve. Jemi rikthyer në pjesën e dytë ku do të flasim për një temë shumë aktuale që ka të bëjë me ngjarjen e Fierit, ku një 17 vjeçare u dhunua nga 3 vajza 15 vjeçare pas një konflikti banal, siç u raportua në media, që ka rikthyer një vëmendje për të disatën herë debatin mbi mënyrën se si po rritet breziri në ndikimin e familjes, shkollës dhe rrjeteve sociale. Pamjet u publikuan në rrjete të filmuara nga njëra prej tyre tregojnë viktimën e dhunës duke u goditur me shuplaka dhe grushte, ndërsa vajzat filmonin dëgjohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë. Njëra prej autoreve të kësaj dhune u la në burg nga gjykata një ditë më parë, ndërsa 2 të tjerat arrest në shtëpi, dhe e treta shtrim në psikiatri. Pasi rezultoi me probleme të shëndetit mendor. Çfarë po ndodh me adoleshentët shqiptar? Për të analizuar këtë fenomen, sot në studio kam ekspertin e arsimit Ndriçim Mehmeti, aktivisten Jacqueline Lekatari, dhe pas pak do të kemi në lidhje direkte zotin Altin Hazizaj. Kënaqësi që ju kam të ftuar sot. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Për ta nisur këtë temë, diskutimi kaq të përfolur kohët e fundit, nisur nga rasti i Fierit. Edhe rastet e tjera të raportuara, çfarë po tregon ky fenomen për mënyrën se si po rriten sot adoleshentët në Shqipëri? Kujt po janë drejton? Të dy, kjo është për të dy. Juve. Ekspertit. Po është një fenomen i rënd. Shiko, nëse i kthehemi historisë këtyre nuk është herë e parë, nuk e di pse nuk ka vënë mend njeri. Ndoshta është harruar tani, po ju kujtohet ju rasti i shkollës Rilindja në Kavaj? Po. Ku këta kishin vajtur 13 vjeç me një bindje kriminale, e kishin filmuar dhe i bënin shantazh. Jo vetëm që s'morën masa, po ne thamë këto bëjmë filma. Organizova një protest për atë rast. Në atë kohë është organizuar një protest, edhe unë kam marrë pjesë, zoti Aziza e te do Ministrinë e Arsimit, që kemi kërkuar dorëçet. Po, proteste heshtur. Kemi qenë aty. Kemi pasur. Dhe as e ka vrarë mendje njeri që të pajtë të thotë, ore, kush është? Po kapim me që kam Jacqueline, po kapim Jacqueline si punojse socialit i thebi, se çfarë ndodhi atje? Atje ndodhi që atë vajzën e kuptoi djali sanitares së shkollës. Po s'kishte mësues atje? Unë kam punuar mësues për vite me radhë. Si se kuptoi janë kur ti vije mërzitur? Do të pyesja çka ke? Dinin të gjithë. Po çka ke? Po pse ke ardhur? Pse je mërzitur? Këta e dinin, domethënë, është si ajo që ai thoshte në fshat do ta vras Ndriçimin dhe këta i thoshin, ha mos e se vret. Kur e vrau tha, po pse me vërtet kishte këtë? Nëse dim që kishte me të vërtet ta. Rasti tjetër, më skandaloz, nëse ju mbahet mend, tek shkolla në Zberisht. Ju kujtohet 1 kilometër që këto bënin tifozllëk. Dhe i thosh i bjeri, shkuli flokët, dërmoje. E njëjtja është dhe tani. Domethënë kjo nuk është rast dhune banale. Ju e thatë gabim. Jo vetëm po të paramenduara, sepse një njeri që filmon dhe tjetri që i thot jepi, domethënë kur shkojnë në protest, unë dhe Zhaku, shkojnë me një qëllim, heshtim apo flasim s'ka, po ama ne jemi atje me një qëllim të caktuar, nuk është rastësisht u gjendën në protest, edhe hama se parin tani po mbështesim ta fakirët. Jo, ata vajten aty dhe i thanë bjeri, bëj pra, ti ke një mentalitet, dhe po ju përsëris që ishe shumë e dhimbshme tani që e them, më ngjetet mishi, po vija, ishte një grup, më i madh ishte klasa e 8. Dhe këta ishte klasa e 4 dhe kështu i thoshte, shisha ishte e mirë, thoshte, më kanë thënë dhe ashashi. E kanë provuar, thoshte, ky klasë 8. Është shumë i mirë, thoshte. Do me thënë ky klasë 4, kishte provuar shisha. Pse? Sepse shkolla tona, në vend që ta hapen tani dhe të mbledhin nxënësit, e të merren me vizatim, me piktur, me edukat atje, të presin një aktivist, të flasin një aktivist, si e ka çarë jetën ai?
pse ai ka dalë? Pse është ai kontrovers për shembull në gjimnaz? Se gjimnazi mund ta kuptoj. Nuk e kupton Zhakun, për shembull se pa marr Zhakun që është këtu, apo ndriçimin se kuptojnë ata që është 9 vjeçare, po ai gjimnazit e kupton. I bën ja 2 pyetje, i thot moj zonjë, apo zonjë është ti më duket sikur ja fut kot tek ajo dhe kjo i thot mundet t'ja fut kot, po unë kshu e shoh botën. Po ti si e botën? Pra hajde diskutojmë. Këtu ka humbur diskutimi dhe debati. Këtu fillimi dhe fundi muhabetit të shkuri. Marim hurin edhe i bijem dhe e vëm në udut. Dhe tani i krejt pa pritur, ti më thua shtrova në spital psikiatrik. Ore, po nuk ka pas një mësues që ta ketë para aty më? Se të bën lëvizja të çuditshme. E ka, i thua çeke, pse lëviz? Pse i ha thonjë për shembull, se duket që njeriu është në nevrastenik, ka një problem, ka një hall, kruan qafën, më falë që po bëj kështu veprime, pra ka një problem ky fëmijë. Këtu nuk funksionon. Dhe ti çfarë bëre? Ti e ke bërë shkollën më keq se një institucionet e bashkisë, nuk dua të futem në politikë, po ta them, çfarë ke ti në shkollë? Ke 1 drejtor, 2 nëndrejtor, 3 oficer të sigurisë, 4 psikolog, 5 punojës social, 6 ke koordinatorin për karrierën, 7 ke për cilësinë. Ore, po çfarë po bëhet? Pra po themi që është i gjithë ky staf i ndërtuar, nuk flet për pjesën. Mbase nuk e di sa ka arritur Jacqueline apo unë kam arritur, u bë si në kohën e Enverit që më shumë kishte kryetar fronti, sekretar partie këta, edhe se sa punonin të shkret që punonin, dhe punonin këta dhe thoshin atë, punojnë çorat anorat. Dhe ky ne arritëm pra në një tërësi kështu. Mos të kuptoj, po ne tani kuptojmë në pallat kush kalon ka halla, po të duam ta kuptojmë. E si s'kuptoj ke ti në shkollë. Dhe ky është problemi që mua më tmeron. Nuk është puna që më mërzit. Jemi në kushtet që na tmeron, duhet ta themi hapur. Na tmeron se unë nuk e di. Mund të dalim unë e kjo në pallati, ngrihet kjo se ti thua shtrova në spital psikiatrik. Pyetja ime është e thjeshtë, për t'ia lënë atje se mora ndoshta më shumë kohë. Ore, po se kur të ditë edhe na i fuste me një hu pas kokën e ajo. Edhe të thoshte, jam e smurur thoshte. Jam e smurur. E mitur një. Nuk vepron dot sepse ajo është i mitur. I mitur një. E smur 2. Një gang, një band të miturisht, me fusi art të tikën, fortë, të ftohta, që të dalin rrugën, po edhe nuk e di të kërkojnë para, të kërkojnë kuletën. Ti nuk vepron dot, nuk bën dot asgjë se ata janë të mitur. Ore si thonë në gjuhë popullore të degenerojnë atë në mënyrë që ti thua s'kam asgjë. Dhe ai të vret dhe përgjegjësia ku ti bie? Pyetja. Hati? Atëherë kemi në linjë edhe zotin Altin, që do të lidhemi për pak. Altin, përshëndetje, kënaqësi që të kam të ftuar në këtë lidhje. Gjithashtu përshëndetje dhe përshëndes edhe dhe themi Zhakun edhe bashkëforcit në këtë program. Ç'kemë ti si? Mirë fare Zhaku. Atëherë, tani do t'ja jap linjën pak Zhakut në fakt, sepse po bënim një diskutim në lidhje me rastin adoleshentëve të Fierit, ku për pak e më ndërpreva, po pastaj do të kalojmë tek ti Zhaku për të vazhduar iden ku e ndalëm për pak. Unë e shoh si një konglomerat faktorësh që ndikojnë në këtë sëmundje të madhe sociale që ne po përjetojmë. Sigurisht e paralajmëruar, sepse nuk ndodhi papritur që këto problemet sociale të Shqipërisë janë kaq të dukshme dhe tashmë janë të shpërndara dhe në shtresa të cilat duhet ishin pak më të pastra dhe pak më larg fenomeneve negative. Unë fajtorin kryesor e gjej te sistemi dhe te institucionet. Po, patjetër, prindi dhe familja janë baza ku ne marrim edukatën, por sistemi në të cilin jeton e bën të pamundur që prindrit të jenë njëkohësisht duke punuar dhe duke u kujdesur 24/7 për fëmijët e tyre. Teknologjia dhe një metodë e re komunikimi, e cila ka bërë që edhe ne vetë, por edhe fëmijët të komodifikohen dhe të jenë produkti që shitet dhe klikohet, mungesa e njohurive që kanë prindrit për sa i përket kësaj metode të re komunikimi dhe kësaj bote virtuale ku të rinjt jetojnë, është gjithashtu një faktor që ndikon. Mediat, mënyra se si mediat raportojnë dhe modelet që mediat ushqejnë dhe shpallin si
të suksesshme, si modele të suksesshme, bëjnë që këto modele të dhunshme dhe me sjellje antishoqërore të imitohen nga të gjitha shtresat, sidomos nga shtresat e të miturve. Mungesa e strategjive dhe e vullnetit të institucioneve për të krijuar politika të cilat merren posaçërisht me fëmijët dhe me adoleshentët, me përfshirjen e adoleshentëve në jetën publike, me përfshirjen e adoleshentëve qoftë në vendimbarje, bëjnë që situata të jetë kjo që është, bëjnë që në qytete si Fieri të kemi 100 të mitur të ndaluar nga policia, bëjnë që në 5 vitet e fundit të kemi 5 adoleshentë të cilët kanë vrarë njëri tjetrin me armë të ftohta, bëjnë që 2 ngjarje në javë, sot kemi një tjetër ngjarje e cila ka ndodhur në Maqedoni, shumë paralele me ngjarjen e Fierit, ku një grup vajzash dhunojnë verbalisht dhe fizikisht një tjetër shoqe të tyre për motive të dobta. Kështu që këto janë këmbana alarmi dhe janë këmbana alarmi të cilat, me thënë të drejtën, po mohohen dhe po injorohen nga ata që kanë pushtetin, nga ata që marrin vendime, nga ata që bëjnë ligje dhe nga ata që kanë edhe një pjesë të lirisë tonë, sepse njeriu me sistemin bën një kontratë sociale dhe i gjithë sistemi, shteti, qeveria, institucionet patjetër që marrin një pjesë të lirisë tonë për të shërbyer si rregulator. Të gjitha hallkat që përmendi eksperti i arsimit këtu i nderuar nuk kanë funksionuar. Pra, mësueset në shkollë, institucionet shkollore, institucioni nuk ka funksionuar. Psikologu i shkollës nuk ka funksionuar. Punojësi social nuk ka funksionuar. Punojësi social pranë bashkisë nuk kanë funksionuar. Prindi, me sa duket, nuk ka një uritë e duhura ku për t'i dhënë ndihmë fëmijës së vet, por qoftë edhe për të kërkuar ndihmë në institucione të ndryshme. Por edhe nëse prindi kërkon ndihmë, a përgjigjen institucionet dhe i kemi neve mjetet e duhura dhe burimet e duhura për t'ju përgjigjur. Për shembull, këto 2 vajza kanë probleme të shëndetit mendor. A kemi ne institucione ku të miturit që kanë probleme me shëndetin mendor të qëndrojnë për një kohë të gjatë? Burgun. Nuk kemi. Burgun. Shko në burg. Kështu që faj i gjithë kësaj situate, edhe diçka tjetër dhe do ta mbyll. Një narrativ tjetër që kam dëgjuar, që dëgjoj shpesh nëpër media, sidomos nga analistët e ndryshëm të emisioneve prime time, është ky fajsimi i të rinjve për mënyrën se si ato po zhvillohen, po rriten, po shfaqen, po komunikojnë. Dua t'i them diçka të gjithë këtyre, vet jam 44 vjeç, po të gjithë atyre që janë pak më lart se sa unë, që kanë më shumë eksperiencë jetësore dhe që kanë më shumë hapësirë për të shprehur, për të analizuar, për t'i dhënë disa direktiva shoqërisë dhe për të ndikuar në opinionin publik. Nëse gjeneratat e reja dështojnë, dështimi nuk mund t'ja atashojmë atyre, por fatkeqësisht do ta marrim ne mbi shpatullat tona. Është përgjegjësia e gjeneratave që vinë më përpara që të krijojnë kushte që gjeneratat e reja të rriten të shëndetshëm, të rriten pa dhunuar njëri tjetrin dhe të rriten duke mos menduar që dhuna dhe pasurimi i shpejt janë modele suksesi. Duke mos menduar që shitja e vetes apo pasurimi i shpejt është i vetmi model suksesi që ekziston. Përgjegjësia, më vjen keq, është e gjitha jona, edhe në anë institucionale, por edhe nga ana private si qytetar të këtij vendi. Sa herë që ne heshtim dhe sa herë që ne mohojmë realitetin, ne kemi bërë një zgjedhje. Kot një shtesë të vogël, me që ishte kjo e Zhakut që tha, ore të pyesim kot 100 veta janë futur brenda në atje, kjo 2024, nuk shqetëson njëri kjo shifra? Po kjo një MF-ja, se ka një që quhet një MF, njësia për mbrojtjen e fëmijëve. Këta për të marrë lekët janë apo për çfarë? Po, ja për të kaluar edhe pak te Kaltini se çfarë mendimi kanë lidhje me këtë situatë. Një MF-ja e famshme. Altin. Më fal, ta them edhe një gjë tjetër Altin, se kam edhe një kritik të fundit që duhet ta them patjetër. Qarku i Fierit ka 15 deputet. Ku janë deputetët e qarkut të Fierit? Pse asnjë nga deputetët e qarkut të Fierit? Ata bëjnë video kush i shan ata? Ata bëjnë video merren kush merret me murin tim, po pse me këtë do merrem unë? Kush merret me murin tim? Deputetët e qarkut të Fierit po le të merret. Nuk janë në Fier për të zgjidhur situatën, për të interesuar,
për të kuptuar se ku është problematika dhe për të Po, dhënë një Zhaku, ata zgjidhje. merren me murin po. kush i thot dhe pse i thot. Dhe më fal ta mbaroj Dhe se në mos i qoftë marr se edhe po- kohën Altinit dhe kjo Po, të situatë kalojmë ka pak dhe edhe prapa tek skena të Altinit. tjera, duke parë që një polic u pushua, nuk u pushua nga puna, po u pezullua pa 6 mesa ditur u gjend. se kur do të kthehet, duke parë që kishte kryer marrëdhënie të nuk e dim ça tipi me njërin nga vajzat që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje, jo ajo që ishte e mitur, ajo që ishte në moshë madhore dhe një zonjë nderuar, një tjetër gazetare në Fier ka insinuar që të gjitha këto vajza janë gjithashtu pjesë e një grupi të strukturuar kriminal dhe patjetër që mund të përdoren nga grupe të strukturuara kriminale. absolutisht do Sikurse ndalem me përdoren këtë këto pjesë. vajza për arsye të dyshimta që nuk po rri këtu të insinuoj, njësoj përdoren dhe djemtë e rinj, po për arsye të dyshimta që unë nuk po rri këtu të citoj. Kështu që duhet që institucionet të bëjnë punën e tyre, se ne problemet i kemi identifikuar, duhet adresuar zgjedhja tani, këtu jemi. Po, do ndalemi dhe pastaj Falë te kjo Altina, pjesë. nuk do flas më. Çfarë komenti ke për të në lidhje me situatën e Fierit? Unë desha thosha që në fakt situata tani ajo që ka ndodhur jemi të gjithë koshient. Çfarë më bëri mua përshtypje është komplikimi i situatës, sepse pjesë e çështjes u bë dhe një punonjës policie i cili ishte vendosur në kontakt papërshtatshëm me vajzat dhe pastaj rezultoi që në fakt ato i kishin në fakt 2 nga vajzat ose 3 kishin bërë presion, pra i kishin bërë edhe punonjësat e policisë pjesë të një organizimi ose një grupi të organizuar. Për mua, dhe dua të them pak për këtë, më thënë, për punonjësit publik në Shqipëri duket shumë e lehtë, është kaq e lehtë për ta shkelur ligjin. Kesh një punonjës policie që ka për detyrë të mbrojë viktimat dhe brenda 1 sekonde tradhton profesionin, karrierën dhe ndërkohë haron dhe viktimën dhe bëhet pjesë e grupit organizuar që dëmtonte viktimën, për mua kjo ishte do thosha pjesa më e papritur. Në qoftë do i referohemi pak çështjes tani, domethënë bulizmi midis fëmijëve, adoleshentëve nuk është një fenomen i ri, është një fenomen i ditur. Ajo që të bën përshtypje dhe këtu do të bie dakord me Zhakun, ka të bëjë me faktin që pse ka kaq shumë mungesë të investimeve nga ana e bashkive për fëmijë dhe për të rinë në Shqipëri. Fieri është një qytet i madh, pra nuk është një qytet i varfër, dhe ndërkohë pyetja që unë kam dhe diskutimi që unë dua të bëj është pse në Fier mungojnë shërbimet bazë për fëmijët. Çfarë do të bëjë konkretisht bashkia në këtë rast? Po jo, se përmendi zotëria shko po më fon ose një më fon. Një më e Fierit është një person i vetëm. Një person i vetëm që duhet merret me 350.000 minimumi banor që ka Fieri, nga të cilët 20-25% e tyre i thonë janë fëmijë. Ai që do thotë në total i thonë diku le të themi midis 57.000 atyre personave që jetojnë në Fier janë fëmijë dhe adoleshentë. Një person i vetëm që të merret me këtë numër të madh fëmijësh është e paimagjinueshme. Po ta bëjnë 7 më të heqin 5 patronazhistë që marrin lekët kota dhe ti vën atje. S'është ky diskutimi. Por derisa ti e bën një njësi, po i thua njësi, bëj njësi ose mbyll e fare, lere. S'kemi njësi, s'kemi. Në premtimet elektorale janë bërë. Po pra. Përgjegjësia duhet jetë e tillë që mos zgjidhet asnjë kryetar bashkie, mos votohet asnjë kryetar bashkie, mos qëndrojë në këmbë asnjë kryetar bashkie që nuk investon sa duhet për fëmijë dhe për adoleshentë. Në fund të ditës, prindërit e kanë votuar kryetarin e bashkisë në Fier, dhe po ata prindër presin që kryetari i bashkisë të ofrojë shërbime për fëmijët që janë inekzistente. Kështu që ajo që vlen sot është më shumë diskutimi politik se sa diskutimi ngjarjes. Në qoftë se investohet për shërbime të ndërhyrjes së hershme, fëmijë, unë nuk pres që fëmia të shkojë 17 vjeç, edhe të pastaj po them thonë që të ka me presh në duar pra duke dhunuar një fëmijë tjetër. Dhunimi i një fëmie nga një fëmijë tjetër fillon që në kopësht. Çfarë shërbimesh kemi ne për fëmijët në kopësht që dhunojnë fëmijë të tjerë? Asnjë. Çfarë fëmijësh kemi neve për fëmijët që ja fillojnë shkollën në klasë të parë? Kemi asnjë shërbim për asnjë gjë, s'kemi asgjë. Ato po them. Ja nisim nga gjërat që kemi.
T'ja nisim nga gjërat që kemi. Një. Që janë në situata Ore, i kanë ekstreme. vetë u mburën. Zhaku, për shembull, cilat janë për viktimat e dhunës. Është ironike pra. Po jo mos Në këtë, më thënë, pyetja esenciale sot është seriozisht, pse kryetarët e bashkive, antarët e Këshillit Bashkiak, pra bashkitë ndërzi, gjitha njerëz që paguajnë nga taksat tona vendore, s'po them nga qeveria, nga taksat tona vendore. Pse nuk hapin shërbime publike, shërbime shoqërore për fëmijët, për të rinj, për çdo që ka nevojë për shërbime në funditës. Po nuk kanë fitim ato. Ato do thonë, Nuk kanë fitim ato, s'ka tender ato. Shoqërore nuk të kthejnë para. S'bën tender, sfiton gjë me ato. Ju e dini më mirë se mua, atin që ne çështje paguajmë, a sociale. paguajmë ne taksën se u bë e përhershme taksa tani. Edukimit. Ishte e përkohshme gjelbërimit. taksa? A u bë e përhershme? U bë e përhershme. A ka njëri të na thot 35 milionë euro ku shkon? Se Bashkia e Tiranës është më e fuqishmja. Është më e fuqishmja Bashkia e Tiranës. Bien dakord tu, po. U vraj djali se kupton njëri dhe shikon me çfarë leksie. Ajo që thatë ju, këtu institucione ka një leksi shumë madhe. Thotë e zgjidha unë, thotë se i takova në korridor, thotë oficeri i sigurisë, i dhanë dorë njëri tjetrit dhe më thanë që nuk zihemi më. Ore, ç'është ky muhabet lagje është ky tani? Muhabet lagje, pedi ndonjë oficer të sigurisë se këta thanë, dorisim sigurinë, thanë duke shtuar 360 oficer. 360 oficer me një pagë 750.000 lek në muaj. Më fal, ku shkojnë këto lek tani? Si justifikojnë këto milionat e eurove? Ashtuam neve, sepse ka qenë vetë, po e përsëris dhe njerë, Altini e ka bërë i pari protestën për vajzën në Kavaj. Kemi qenë aty, është shumë. Protesta e pa. Mori njeri, ore nuk tha njeri, po shkarkojnë drejtoreshën. Minimumi. Po shkarkojnë drejtoreshën. Dhe po fillojnë një hetim. Se dhe ky polici që thotë, në këtë rast duhet se po i referohem Altinit. Drejtori i rajonit të policisë, jo pezullohej polici. Po është e sigurt që ky, ky se do kthehet polici pezulluar. Jo, ai do bëhet drejtor, se nuk është për të kthehet. Unë kam thënë që do bëhet drejtor. Ai do bëhet drejtor. Ky është halli më i madh. Sepse po e pe këtu me kujdes. Zhaku, ti kur vemi ne në protesta, vemi ne. Kur keni dalë në protesta juve, vjen Altini dhe vi 17 policë që zën derën e ministrisë. Se çfarë do bëjnë këta s'bëjnë asgjë. Përveç se kanë fjalën. Kur vjen puna që të gjesh një policë që të vinë në ndihmë fëmijëve nuk vjen. Ore, ju mbahet me që tha i referohem Altin më fal se ke problem të referohem me emër, ë? Jo, fare. Ju që tha sa e shkel polici po mësuesi. Ju kujtohet mësuesi që kishte bër grup në Korçë me grup WhatsApp-i me vajza dhe i ngacmon. Mësuesi. Dhe mësuesi ditë la kuriq edhe me godën e birës. E kuptoti tash ku jemi degeneruar neve? Në çfarë mase? A mund të dal më tregon një foto? Mua më vjen zor, sinqerisht, për të kaluar tek etika. I kam thënë ja 2 studentë të mia, i kam thënë shiko. Se jeni drejtoresha, mundoni që në plazh mbajni për vetë ato foto. Se tek fëmijët, po përfaqëson një institucion. Se përfaqëson institucionin e mësuesi thjesht është. Duhet ta kesh etikën në nivele më të larta, si një qytetar i fundit them, po besoj e dim, ne që jemi këtu në studio, e diti pse ka ikur një mësuese në Zvicër. Se e kapën në fundjavë, kishte marrë një gotë me 2 verë siç e kanë ata dhe ktheu me birë, dhe i tha në shkelje etike. Shko vajz, se ti s'mund të edukosh brezin këtu. Po flasim tani futet polici dhe i fut në lojë të gjithë dhe i përgatis se si të filmoni. Ai tjetri thot i përgatis ja unë thot se ishin talente mësuesi me kanatiere, 7 tatuazhe mësuesi që nuk kanë ndonjë gjë të kesh tatuazhe. Po pra kam edhe unë. Po fare, po ju nuk keni person që keni përgjegjësi për edukimin e nxënësit. Ju nuk keni përgjegjësi morale dhe jo, unë përgjegjësi morale kam, po ja për shembull unë për të respektuar ambientin sot kam veshur një këmish. Po pra, po ju s'mund të veni gjysmë lakurish në shkollë. Jo. Dhe pastaj që më thoni mua, ama mos se s'ka problem thot. Ka një kod, duhet ketë një kod. Ore, ka që vështirë që nga se shkolla fillon që na kofshi që tham, ka që vështirë është t'i bëjmë me uniformë ne? Po jo mos është e vështirë, nuk ka vullnet pra. Po kur shkon tek shkolla, jo. Po te shkolla private pse e ke uniformën ti? Ose edhe nëse ka uniforma nuk respektohen, nuk kërkohet, nuk ka llogaridhënia, nuk është në nivele jashtë. Ja ku është se po marr përsëri Altinin, e ka ftuar ndonjë ti thotë ore, na ka ndodhur këto gjëra, ke ndonjë fare ekspertizë ti me zotni, me që merresh me këtë punë? Ka, si jo. Do na tregosh ndonjë gjë se si të bëjmë? Jo, thotë ai se afron atë te dera ai. Se thot më prish punë këtu. Ç'më duhet mua na ky smart lekun? Smart lekun thot na ky.
Ti bën një shkollë atje, e lë shkollën ish 11 janari, e lë aty. Dhe e bën më të vogël, se ç'ishte. Etj. Dhe këtu s'flet njeri. Dhe këtu thonë. Pra ajo që tha, unë I bashkoj me Altinit, ore, këta prindër që e kanë votuar, nuk ti thonë, orë zotri, po na vriten, more. Sepse në Fier nuk është kjo. Në Fier ndodhi vrasja e një fëmije, të kujtohet që u mbyt një fëmijë, se gjunaf që po e përmendim. Dhe ja hodhën edukatores. E mbërthyen atë edukatore, te policia nuk flet njeri. E mbërthyen e futën brenda, e haruan në burg atë. I shkatruan jetën atje se si ishte e fejuar, u shkatrua etj. Në Fier u vra në mes të sheshit djali sportist 19 vjeç, në Fier doli rasti që u elmuan fëmijët brenda dhe u tha ishte mësuesja 7Z. Në Fier kjo tani, ç'është Fieri Palermo? Edhe në Elbasan ka probleme. Për të ndalur pak tek kam informacione në Elbasan që të rinjtë e Elbasanit përdoren nga këto grupet kriminale. Po në Shkodër. Edhe Shkodra është edhe më keq. Si mendoni Zishineja që ka ndërhyrë në çdo rast? Duhet kishte komentuar diçka në lidhje me këtë temë? Tani lutem para. Tani mos. Është se edhe në neveritë. Se ne vetëm dalim në për emisione dhe vetëm përsëritemi. Për shembull, unë në këtë gjatë kësaj jave, ky është emisioni I dytë ku po flas për këtë ngjarje. Dhe bashkë me Altinin nuk e di në sa emisione të tjera kemi qenë së bashku ndër vite, duke parë qoftë edhe këtë dalje televizive si një mënyrë, si një lloj kontributi që ne japim për të informuar shoqërinë, se roli jon është informues, nuk është edukues, edukimi është diçka tjetër. Dhe vika një moment që ty po të neveritet vetja, sepse fjalët e tua janë një tautologji absurde dhe ata që kanë diçka në dorë janë komplet indiferent dhe nuk çfarë na pengon rrezet e situatës. Nuk e kanë rrezën e veprimit tek problematikat reale. Kaluar pak tek dhe është e vërtetë, domethënë që problemet sociale nuk I sjellim para buxhetit të shtetit, përkundrazi vetëm I marrim. Prandaj ne problemet sociale mendojmë që nuk I kemi, I injorojmë dhe nuk investojmë jo vetëm në çështje sociale, po në edukim, në shkencë, në arsim. Kur bën shkollën, thot njëri për shembull që shkolla ka këtë mjedis ka bibliotekën edhe vendin dhomën e psikologut. Jo thot, janë bërë 7 klasa, 5 banjo, 14 të reja. Pse se ato janë lek. Shflet njëri, as laborator brenda. A ka bënë vizatimia, am të tash. Dhe për atë të fundit që se ne kemi ja marrim monopolin në Altini dhe I kërkojnë ndjes. Dëgjove sot se po dëgjoja parlamentin. Unë e dëgjoj, se ti e thon se dëgjoj, e dëgjoj. E dëgjoj se duhet patur durim. Atje, dëgjove ndonjëri që të fliste? Asnjë. Jo. U mblodh gjë komisioni edukimit urgjentisht dhe ti kërkonte ministrit të brendshëm të vrasje në 5 ditët e fundit. Janë vrarë 2 gra në 5 ditët e fundit dhe asnjë nuk ka thënë asgjë. Stop me boll. Boll, hajtë flasim mirë për të. Njëra u vrate dera shtëpisë, tjetra u therr po te dera shtëpisë, dhe askush nuk ka thënë asgjë. Çfarë do flasi Zeqineja? Zeqineja shet biletash, koncertesh. Ore komisione edukimi, hajde ulemi. Ajo është menaxhere e koncertit. Komisione edukimi duhet të jesh I edukuar. Atëherë për të kaluar edhe pak tek Altini. Altini, çfarë reagimi mendon që duhet bëjmë për të zgjidhur këtë lloj situate që jemi aktualisht? Se unë jam në limit kohës time nga që duhet ndjek një aktivitet tjetër, po shkole, para mendoj që ky mundi im I Zhakut edhe I shumë profesionistëve të tjerë ja vlen, sidoqoftë Zhaku, mos gënjeni kaq shpejt. Patjetër. Shiko, ajo që unë mendoj është që ne duhet I bëjmë thirrje qytetarëve që të fillojnë të kërkojnë llogari, siç po kërkojnë llogari shumë të rinj e të reja që janë çdo ditë në protest. Është një thirrje në fakt për qytetarët që në qoftë se sot ne nuk çohemi kërkojmë llogari për investimet tona, për lekët tona, për mundin tonë si qytetar, askush do kujtohet për fëmijët tanë asnjëherë. Kështu që vitin e ardhshëm ka zgjedhje vendore, qytetarët të fillojnë të mendojnë seriozisht kush është ky person që unë po ja votën dhe çfarë sjell për fëmijët e mi, për jetën time, për qytetin tim, pra për këto. Në lidhje me rastin, ajo që unë në fakt nuk dua të them është që çdo rast që ndodh, se nuk është rasti I parë, Zhaku tha janë 5 të rinj, por në fakt janë 6 të rinj që kanë vrarë të rinj të tjerë, pra adoleshentë që vrasin adoleshentë. Ajo që në fakt ne kemi nevojë është një analizë e plotë
pse ndodhin të gjitha këto raste. Dhe unë e thash pak më përpara, më kot i mëshova faktit që ndërhyrja nuk bëhet kur personi ka vajtur 16-17 apo 18 kur përfundon burg. Ajo është finale, ka marrë fund pasaj gjëja. Ndërhyrja duhet bërë që në kopësht. Dhe unë shpresoj në fakt që i gjithë kjo kërkesa dhe këto presioni që Bashkimi Evropian për shkak sepse ne kemi kërkuar të bëjmë antar, s'na kanë kërkuar ata, ta përdorim të gjithë si një forcë pozitive për të arritur ato standarde që qytetarët evropian sot i kanë garantuara. Dhe unë mendoj që një nga këto standarde ka për të qenë, e ka vendosur Bashkimi Evropian, do ta themi, te raporti final që bën për antarësimin e Shqipërisë, e ka vendosur dhuna ndaj fëmijëve i kërkojnë Shqipërisë që të marrë masa nga më të ndryshmet dhe urgjente për atë punë në lidhje me eliminimin e dhunës ndaj fëmijëve. Dhe për mua të paktën në punën tonë përditshme, këto janë ato çengelat që i themi neve në sensin që të ulemi, të punojmë dhe të japim modelet më të mira atyre institucioneve, sepse ka dhe një gjë. Qeveria ka premtuar në 2030 që Shqipëria do bëhet vend i BE-s. Nëse nuk bëhet, do thotë që automatikisht kjo qeveri është e humbur. Kështu që ne kemi për detyrë që deri në 2030 që të gjithë shpresojnë Shqipëria të bëhet BE, të japim ndihmën maksimale sigurisht për të arritur këto standarde. Nëse nuk e arrim, humbja më e madhe është e qytetarëve, po pa diskutim është edhe një humbje e madhe për një qeveri që e ka kthyer në le të themi temë qendrore çështjen e antarësisë në Bashkimin Evropian. Paktën unë këtë shikoj si le të themi një plan afat shkurt, afat mesëm, ose në plan afat gjatë janë shumë masa që duhen marrë. Dhe masa më e madhe, besoj unë, është të ndryshojmë mentalitetin tonë për sa i përket dhunës. Ne për gjë më të vogël përfundojmë te dhuna. Sepse jemi një shoqëri e dhunshme, jemi një shoqëri që sjell dhunë, gjeneron dhunë, por ndërkohë nuk fokusohemi te komunikimi verbal, civil, pa u lëritur, pa thirrur e këta diun se çfarë. Kjo ka nevojë të edukohet dhe kjo kërkon gjenerata, nuk bëhet brenda ditës që të bëjmë gjithë sjellshëm. Në rastin e thirrjes të dhuna u publikua nga vetë autorët. Çfarë tregon kjo për mënyrën se si disa të rinj e perceptojnë dhunën? Nuk e dim nëse është postuar nga ato autorët. Jo, vetë kanë xhiruar, por nuk e dim në media, në rrjetet sociale nga arriti, si arriti kush e shpërndau, sa mund ta ketë bërë dhe policia. Ajo mund të ketë rrjetur nga të gjitha. Ju e mbani mend edhe një skandal tjetër që unë nuk dua të tani se ka emra, që u publikuan nga prokuroria. Ishte akoma më rënd. Se këtu po të rinë Altin më falë se prapë edhe kjo vepër penale është ndarja. Altini do të largohet për ndaj. Mos harroni një gjë për t'i thënë pak përgjigje. Dhuna është normalizuar midis adoleshentëve. Videot janë trofeu. Është trofeu video. Standard ai. Shikoni Altinin duke dhunuar X për, mos e dorëzoni. O Altin, po është normale që do kthehet në standard nëse të gjitha emisionet më të ndjekura nga të rinj dhe adoleshentët kanë modele të dhune dhe këto modelet e dhunës në fund shpallen si modele suksesi dhe ushqehet ky lloj modeli, ushqehet që të qëndrojë lart dhe në momentin që ky modeli goditet nga pjesa tjetër e shoqërisë që refuzon dhunën, atëherë kjo pjesë e shoqërisë gjithashtu dhunohet. Ajo hyn edhe roli i arsimit, sepse patjetër janë të gjitha bashkë, janë të gjitha bashkë. Në drejtues në për klasat e tyre ku janë, sepse dhunojnë dhe kontrollojnë një klasë të tërë. Dhe ky është ai modeli që ne kemi nevojë ta thyejmë dhe ta eliminojmë. Altin, unë prandaj të fola për arsimin. Thjesht sepse dhunojnë një klasë të tërë, apo e mbajnë në kontroll një klasë. Jo vetëm ajo, e di çfarë ka ndodhur Altin, prandaj ju fola për arsimin, që thash kur dolët në Ministrinë e Arsimit që ishte vite më pa. Dhe sot nuk do ishim këtu ku jemi në këto. E dini ju, po ju them një që është skandal, unë e quaj skandal. Një të dhënë, përpara 4 vitesh më thot një nxënës, një student. Teatri thot profesor thot, ne thot në klasën në liceun artistik të Tiranës kishim një njerëz që vënte gjoba. I gjobiste, ti do japësh 1000 lekë, Altini 2000 lekë, sipas i dini sa pas. I jashtëm nga institucioni brenda dhe kishte rekrutuar këta 4-5 që tham ne. Kishte një grup i vogël kriminal. Grupi i vogël kriminal. Vetëm fjalën do ta kalojmë pak tek Altini sepse do t'i duhet që të largohet. Mirë te lekët ky. Unë dua t'ju falenderoj, më thënë edhe sigurisht t'ju përgëzoj një para për emisionin.
Po është një diskutim që nuk mund ta ndalim asnjëherë. Domethënë kjo është tesa ime, domethënë pavarësisht se unë e di që kemi pak njerëz që kemi këtë sensin kritik të shikimit të disa fenomene negative, po vërtet zhaku mos u zhgënjek, këtë desha thosha. Vazhdojmë luftën. Të mundohem. Ju përshëndes. Gjithë mirat, kjo është ideja. Altin kënaqësi që të kisha të ftuar në këtë lidhje direkte. Pra ti ke një grup njerëzish të cilët janë brenda shkollës, dhe shkolla nuk i di. Po në shkollën Kosova, të kujtohet, partia në mes të Tiranës. Por po të shkojnë më tutje, po ju them një gjë që është edhe më keq. Që qeshin. Ore Ksamil, si mund të rifen në Ksamil? 10 veta ka shkolla. Po. Dhe 10 veta të rifen 17. Pra disa vite është bëra një ekspozit në këto shkollat e mesme dhe në Lapsh, që unë isha eftuar dhe kishte jashtëzakonisht shumë dhunë. Po jo, në qoftë se vërtet Gjaku, këto komunitetet e vogla, juve e dini shumë mirë se ditë jetojnë, që janë o kushërinj të parë, o krush, o kanë qenë prindis shoqe. Pra, njihen dhe në këto komunitetet të vogla, egërsia është kaq e madhe sa ka thyer çdo gjë, do të çdo moral, nuk ka më, çdo normë. Pra nuk ka rëndësi që unë e ti kemi qenë në shkollë bashkë. Ne bëhemi kthehemi në instinktet e kafshërisë, në momentin që çfarë? Në momentin që më the pse ma more buzën shtrëmbër dhe ma hodhe në Instagram. Ajo etika morale dhe rregullat e pashkruara që shoqëria ka për ta mbyllur këtë pjesë që thoshte edhe Altini që i ka punonjës atje. Po ndiqja një dje që ishte llaktar kote hapa në një televizion, i thoshte si është Gjermania? Mirë, thoshte, po lu boku. Mirë është në kampionat. Ishte rregulluar, ishte kuruar që thonë këta, se unë tha jo për gjitha, po jam dhe punojës e administratës publike. Ajo mund të që qa do gjëje, pa e them kështu, pa se nuk dua, ndaj femrave jam shumë i kujdesshëm, shumë ashtu, po e them që ishte modele shumë e mirë. Por që i thoshte Gjermania po ecën mirë, tani do luajmë me Brazilin. Ku jeti në administratë publike? Tani gjejeti. Dhe të nuk e kishte iden për çfarë ishte thirrur, pse ishte thirrur, e kishin vënë atje si një koket, edhe i thoshin ja shikojeni tani sa e bukur është kjo, dhe ky është modeli që ne kemi. Fakt duhet pyes pak Zhakun. Zhaku, si mendon që familja i komunikon këto tema me fëmijët e tyre për dashurinë, seksualitetin dhe tema të tilla? A komunikojnë këto tema siç duhet nëpërmjet marrëdhënies? Problemi në këtë ngjarje nuk është komunikimi i dashurisë dhe seksualitetit. Problemi në këtë ngjarje është pamundësia e familjeve për të prindëruar dhe mungesa e informacionit të adultëve për të prindëruar shëndetshëm dhe për të marrë përsipër përgjegjësi që prindi ka. Por kushtet e jetesës në vendin ton e bëjnë shumë të vështirë që dy prindër të rinë, ndoshta edhe pa edukimin dhe informacionin e duhur në një kontekst kulturor jo ashtë favorshëm, të kenë pamundësi dhe financiare dhe intelektuale dhe njerëzore për të qasur dhe për të pasur ura komunikimi të lubrifikuara me fëmijët e tyre. Patjetër që edukimi nis nga familja dhe përgjegjësia më e madhe është e prindi, por nuk mendoj që e keqja e Shqipërisë apo e fenomeneve që ndodhin tek adoleshentët bie vetëm në kurriz të prindërve. Të gjithë faktorët që ne përmendëm janë një përqindje e vogël që pastaj krijon këtë panoramë eksakt kaq të madhe. Kështu që prindi ka përgjegjësinë e vet, shkolla ka përgjegjësinë e vet, publiku ka përgjegjësinë e vet, mediat kanë përgjegjësinë e vet, shoqatat kanë përgjegjësitë e veta. Elita, establishmenti ka përgjegjësinë e vet, secili nga ne ka përgjegjësi. Domethënë ne nuk jemi të shkëputur nga sistemi në të cilin kemi të organizuar jetën dhe absolutisht nuk mund të jemi indiferent. Dhe në momenti që ne kemi një lloj indiference, atëherë do të thotë që ne kemi bërë një zgjedhje dhe vendosim që këto probleme të cilat nuk në prekin në vetë të parë, nuk janë kaq të rëndësishme sa ne të mbajmë një qëndrim. Qëndrimin s'është e rëndësishme që ta mbajnë patjetër të gjithë qytetarët, ndonse unë mendoj që çdo qytetar ka diçka për të bërë në dorë. Mund të thotë jo, mund të thotë unë nuk dua të hesht, mund të mos votoj
për X forcë politike apo për një X tjetër forcë politike nëse premtimet nuk janë mbajtur, mund të vinë në protestë dhe të ushtrojë për të drejtat e veta kushtetuese, mund të kërkojë më shumë llogari, mund t'i bëjë presion institucioneve. Pra janë gjitha mjete që ne si qytetar kemi në dorë dhe nuk vendosim të nuk bëjmë ose vendosim të mos përqafojmë, vendosim të mos shfaqim, kështu që jemi të gjithë nga pak përgjegjës. Nuk është koha për të nxjerrë pistoletën nga xhepi edhe për ta goditur tjetrin për të thënë ai është fajtori. Jo, duhet kthyer nga vetja. Të gjithë ne jemi përgjegjës. Sa herë që kemi ngjarje të tilla kaq të tmerrshme që ndikojnë në shoqëri dhe që e trondisin shoqërinë, të gjithë ne që jemi pjesëtar të shoqërisë jemi fajtor, kush më shumë e kush më pak. Jemi përgjegjës dhe fajtor, se ka ndryshim nga faji dhe nga përgjegjësia. Ekspertët po flasin shumë për uljen e moshës nga fëmijët që përdorin substancat narkotike. Sa shqetësues është ky fenomen aktualisht? Sipas jush? Çështje tregu është. Tregu e kërkon. Mua më kanë thirrur në një emision dhe bëj fjalë, prandaj thash bisedova me Zhaku më parë. Ore, ti bëj një pyetje, keni parë ju kur shkojnë në shkollë nxënësit? Ju duket që janë për shkollë ata? Kot. Një pyetje. Ata janë me kapuç, vën kapuçin kështu, celularin këtu, edhe panallonat e varur, ata ikin në shkollë. Në qoftë se këta ti quan nxënës, unë do tani bashkohem me ty. Unë s'e kam problem të mënyra se si ata shfaqen. Dhe ata s'kan as çantë, as libër, as gjë. Dhe ata vën. Tani për mua ka rëndësi shfaqja se unë jam njeri institucionit. Për ti s'ka ha diskutim. Por ti vete me celular në dorë, dhe në celular në dorë, pa çantë, dhe i thua këtij që merkja, i thua hëmë. Je bë lesbike? Që merr çantë me vete? Ke filluar të mësosh? Ai quhet gay. S'ka ndonjë gjë. Ashtu, sprovove cigaren. Sprovove cigaren. S'quhesh. Sprovove hashashin, sapo ta thash. Pastaj ke vënë re këtu në Durrës u kapën disa herë. Në Durrës pastaj është tak më madhe se u kap dhe drejtori i shkollës. Po Durrësi është qyteti ku ka më shumë dhunë në familje, ku ka më shumë femicide. Ku kapet? Kush kapet? Ka banda. Kapet Zhaku me Çimin, pse? Se këta janë shpërndarësit. Po kimistin e kapi njëri? Atë që e bie, ande që i bie në formë ilaçesh, ka kapur ndonjëherë ilaçe të cilat në fakt janë substanca droge, dhe këtu tregu është zgjeruar kaq shumë pse? Sepse këtu u tha që ne do bëjmë perimetër sigurie, tha zoti Balla, do bëjmë perimetër sigurie, do ngrimë një task force, e këtu si gjë suba. Kapin ca grupe të vogla kështu. Po prapë edhe shteti ka gjithmonë çashte punuese. Ne do marrim, ne do sillim oficer, ne do burgosim, ne do rrethojmë. Dhe çfarë bëjnë? Dhe asnjëherë nuk ka një diskutim shteti që të vi për shembull të thotë hajdeni këtu njerëz po. E shikoni këtë substancë po. Po ta hedhësh këtu ti jep këtë efekt. Po ta hedhësh këtu ti jep këtë efekt. E shikoni ndriçimin, po ndriçimi dikur ka qenë përdorus, t'ju tregoj ky se sa. Se ka plot të tillë që po dalin dhe po flasin. Dhe shumë mirë. Shembuj suksesi. Të flasin. Këta e kanë mendjen burr. Ke kujdes, të futa brenda. Kam organizuar policinë. Ka 7 grupe. Ju tregoj unë, do vi fasti, po lërë më fasti edhe fund. Sa më shumë njerëz të ketë në burgje, aq më shumë është i dështuar shteti. Shteti ligjor dhe i së drejtës nuk është për t'i burgosur njerëzit për t'i dënuar, po është për t'i rikuperuar, për t'i ripërfshirë në shoqëri. Ai vetë quhet institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale. Nuk është institucioni i edukimit dhe promovimit të vlerave morale, shoqërore dhe njerëzore. Si të doni quajeni, dikush ta quaj shoqërore. Ka dhe një gjë për sa i përket përdorimit të substancave psikotrope për pos investimeve inekzistente, të cilat janë shumë të nevojshme për të rinj dhe për adoleshentët që kanë shumë kohë në dispozicion dhe duhen patjetër të jenë të angazhuar në diçka që mos tërhiqen dhe mos ju duket joshëse një lloj tjetër jete të cilën mund ta bëjnë dhe më vonë kur të jenë adult dhe të kenë të pjekur lobin frontal që të mund të marrin vendime për veten e tyre. Por duke bazuar në gjithë ndodhitë e fundit politike që ka ndodhur në vendin tonë dhe me gjithë këto skandale, ndalime nga SPAK-u dhe nga institucionet e tjera të drejtësisë.
nga gjitha këto insinuime apo pista që vetë shteti shqiptar është pjesë e narkotrafikut apo organizator i narkotrafikut, me deklaratat e bëra në New York Times, në Financial Times, ku krerët e vendit ton akuzohen sikur janë pjesë e narkotrafikut ndërkombëtar, atëherë unë nuk habitem pse situata në Shqipëri është kjo që është. Sepse, siç e thash në fillim fare të diskursit ton, këtu çdo gjë është komodifikim dhe një mënyrë e re fitimi, edhe fëmijët. Po, patjetër. Pastaj ka edhe një gjë. Çdo gjë është produkt që shitet edhe blihet. Ajo që tha ti në rregull, po Eurostati jo, një sekondë, shpjegoj një gjë. Kush ka institucionet e kanë institucionet, institucionet. Një në 5. Kontratën sociale me kë bën ti? Po se kam mbaruar. Unë shiko, e tha Zhaku, unë kam mbaruar për histori, çfarë thuhet, kudo, unë i delegoj të drejtat e mia atij që kam votuar dhe ai të më menaxhoj jetën mirë. Ai ka të drejtë të dhunoj ty nëpërmjet gjobës. Ore se kam vënë unë atë të më dali të më bëj videoklipe të më thotë, e morët vesh ju se si ma bëri pis muri Zhaku mua, kush është Zhaku? Çfarë keve Zhaku ti? Unë nëse jap një mendim dhe Zhaku flet, unë heq vetëm komentet thyese. Kur filloi shanj Zhaku, i them boll. Ke ndonjë mendim kundra? Ma tha kundra Zhaku, i them faleminderit. Mendimi jo, kaq. Po nuk merrem unë me këtë punë. Ti merru me një fakt, që Eurostati të thotë 1 në 5 të rinj në Shqipëri nuk janë as në punë as në shkollë. Po investimi për buxhetit. Ku do jenë? Po 2.1 buxhet për edukim. A më theti 5% në 2013 dhe ti ke 2.6%. A theti që tha Zhaku për prindin se është e lekë t'ja themi prindërve. A tha Zhaku po në Eurostati prapë të nxori dhe të tha 47% e prindërve që kanë fëmijë nuk ju ushqejnë dot. Ndërsa 35% e të pa ushqyer ku jemi ne nuk mbajnë dot veten. Pra kur këta janë kur mendoj për copën e bukës, do mendoj unë se djali a më veshi uniformë, a i tha falemderit mësuese. Po është piramida Maslow, është piramida Maslow, se si zhvillohen shoqëritë. Baza e kësaj piramidës janë e drejta për ushqim, për strehim. Më the që do bëj shkolla me ushqim. Për ushqim dhe për strehim nuk kalon dot te pjesa tjetër e piramidës. E drejta universale thot ai për të jetuar. Po si jeton me ajër, me frymën e shenjtë? Jetua o zot më hidh ndonjë gjë. Edhe sa vite mendoni që do zgjasin këto problematike, sepse ne shikojmë që po flitet për to. Po s'u morën masa më? Por nuk po që i ka ndodhur administratës, ky politizimi i administratës për mendimin tim do doj minimumi 10 vjet për të rimëkëmbur nëse neve do pranojmë fajin dhe do themi duam të rimëkëmbemi për të zhbër gjithë regresin që ne kemi bërë, për mendimin tim duan minimumi një 10 vjet. Zhvillimet shoqërore janë shumë të ngadalta. Duan shumë investime që të ndodhin. Sidomos arsimi. Edhe në botë kuptimin shoqëror, edhe në vetdijen e kolektive të njerëzve. Janë ndryshime ku nuk ka më kthim pas, patjetër, po janë jashtëzakonisht shumë të ngadalta, duhen disa gjenerata. Kështu që shumë e vështirë, shikon, atje nuk është atje nuk është se më caktuan mua dhe Zhakun te bashkia, mblodha një grup njerëzish dhe e pastruam Tiranën për 3 ditë dhe në rregull. Morëm ato si quhen. Sistemi është mentaliteti, është kultura e vjedhjes dhe përfitimit. Kulturën e punës, se ti thua çfarë po bën, jam në punë. Çfarë punë bën? Se di thot po punoj në bashki. Ti tallesh me mua tani? Si kush jemi ne? Ka shteti i fuqishëm ne jemi ne që paguajmë 38 milion euro paguajmë neve 38 milion euro për bashkinë e tjerë. Pra, ti je në këtë situatë ku e para ti ke mungesë shkollimi, e dyta ke mungesë edukimi, e treta ke mungesë të një vizioni, ku do vesh më? Ora na thua ku do vesh më? O të na shpjegoj njëri ku do vemi mëse. Si e parashikon si Shqipërinë në 20-30 vitet e ardhshme. Ora jemi në shtëpi, jemi tani erdhi koha. Dikush e pyet, i thot, "O Zhaku, ke bërë plan?" Kam bërë një plan për pushime po të shohim. Po ama e kam bërë një plan. Si do ta rimëkëmbësh ekonominë, bujqësinë, shkencën, arsimin, kismet si të gdhijem nesër? Jo, më nuk është me kismet si të gdhijem nesër. Do hedhësh piketa të forta, do vësh njerëz të cilët nuk luajnë murlan, nuk vjen luajnë murlan. Ose tavëll. Ose tavëll. Luajnë murlan dhe tavëll, çfarë po bëjnë plako? Sa dolën nga Brukseli po luajnë nga pak. Në Bruksel. Se na thanë se ishim mirë. Ore, a jemi mirë ndërkohë që njerëzit këtu po vdesin për bukë? Edhe atyre të rive i thua
trutharë. Sot është dita 44 e protestës dhe ne kemi komplet një ignorim nga institucionet. Jo, një ignorim, po pse i shoh? Edhe një arrogancë. Po pse i thua një tuf budallëshe? Ky është modeli se si ç'është kjo arrogancë që qeverisë se nuk ka qeverisë, se si sundohet Shqipëria, është një model arrogance, ku ti që je qytetar i thjesht, merresh, zvarritesh, dhunohesh dhe në fund ditës del edhe fajtor. Dhe po ju them një gjë nga historia që më kujtohet që na i tregonte gjithmonë i ndjeri profesori Lambrofilo. Thoshte një se jemi në limit kohor. Po këtë po ma lejoni një rjesht. Po, patjetër. Ai thoshte dëgjoj djema thoshte, më pëlqen shumë shpreha e David Lloyd George. Kush është profesori i themë? Kryeministri në vitet 20-24. Ai mblodhi kabinetin dhe i tha, dëgjoj, kuptojini gjërat që duan njerëzit pa dalë në rrugë. Po dolën njerëzit në rrugë, ne do shkojmë në shtëpi. Po, e bukur. Kaq kisha. Kënaqësi që ishit me mua sot. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Për këto problematika që po na shoqërojnë dita ditës. Miqtemi, bashkë do të jemi pjesën e tretë për të folur pak për koncertin e Kanye West. Jemi rikthyer këtë pjesë të tretë ku do të flasim për 4.3 milion euro që qeveria financoi në koncertin e raperit amerikan Kanye West në Shqipëri, që kanë ngjallur debate në opinionin publik, ku një prej zërave kundër vendimit të qeverisë është dhe analisti Mentor Kikia, me të cilin do të zhvillojmë një bisedë në Palimit. Mentor, kënaqësi që të kam në lidhje direkt ditën e sotme. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua. Në kulm të protestave qytetare, ku një ndër shkaqet është edhe pjesa e qeverisë, vjen dhe vendimi i papritur për të sponsorizuar koncertin e Kanye West në Shqipëri. Ju keni reaguar në rrjetet tuaja sociale, po në Shqipëri çfarë duhet bëjmë në këtë rast? Unë padyshim që mbajtë një qëndrim parimor në këtë rast, duke patur parasysh faktin që me aktin normativ të qeverisë pihe ndesh edhe me moralin dhe mi gjitha me ligjin. Me moralin pasi në një vend ku me 4.3 milion euro mund të bësh 4.3 milion gjëra, për cilat vendi ka më shumë nevojë, për cilat njerëzit, shoqëria ka më shumë nevojë, por gjithsesi më shumë se sa kaq është ndeshi me ligjin në këtë rast, pasi buxheti për mbështetjen e këtij koncerti, i cili në fakt nuk ishte një mbështetje klasike, por ishte një operacion financiar i minutave të fundit, ku qeveria u fut në këtë aktivitet për të sponsorizuar blerjen e biletave, pasi procesi kishte dështuar deri në ato momente. Fondi i nxjerr nga buxheti i rezerv i qeverisë është një flagrancë, pasi tashmë është thënë publikisht edhe nga ekspert të fushës së financave, njerëz publik me zë të fortë, edhe ish funksionar dhe ministrat Partisë Socialiste, të cilët pohojnë që ky fond lëvizet apo del nga thesari vetëm për raste emergjente, histori të tilla si përmbytja, fatkeqësitë natyrore, shoqërore, një pandemi. Pra është si të thuash ajo paraja që çdo qeveri, ashtu si çdo familje vë mënjan për një ditë keqe. Dhe nuk kishte asnjë arsye për të justifikuar. Për llogarisë shërbimesh bazike si shkolla, institucione, pjesën e ilaçeve. Po padyshim që gjithkush thash me 4.3 milion euro bëhen 4.3 milion gjëra. Dikush thotë që mund bliheshin kaq krevat për spitalin, dikush thotë që mund bëheshin kaq ilaçe për të furnizuar spitalet ku nuk ka. Dikush tjetër thotë mund bëheshin kaq shkolla, dikush thotë kaq parqe, dikush thotë një rrugë, një kanal ujësjellës, mund të ndihmoshin fermerët etj. Pra, sipas nevojës 4.3 milion euro mund të investoheshin në çdo vend. Por nuk është ky problemi, pasi ato 4.3 milion euro mund të investoheshin realisht në një sektor të caktuar të ekonomisë dhe Shqipëria nuk do të eliminonte të gjitha problemet që ka. Ndaj them që problemi më i madh këtu lidhet me përplasjen që ka ky vendim me ligjin. Dhe për këtë arsye janë adresuar të paktën 2 padi në gjykatën kushtetuese për ta shpallur aktin normativ
të pavlefshëm apo antikushtetues edhe pse tashmë është ekzekutuar. Pra, fondi i vën në dispozicion ka dalë nga buxheti i shtetit dhe ka shkuar në llogarit e kompanisë private që organizonte koncertin i Kanye West dhe ka një paditë tjetër pranë SPAK-ut, prokurorisë së posaçme nga Partia Demokratike, e cila e akuzon Ministrin e Kulturës dhe Kryeministrin për shpërdorim të detyrës dhe cënim të konkurrencës dhe të garës, shkelje të barazisë në tender, pra siç është neni formuluar, pasi sipas saj nëse qeveria do të financojë një operator privat në treg, këtë duhet ta bëjë përmes garës, duhet ta bëjë përmes shpalljes paraprake, pasi Ministria e Kulturës ka një buxhet të caktuar përmes të cilit mbështet projekte kulturore, por kjo bëhet vetëm pasi të lançohen shpallje publike, ata që duan të përfitojnë aplikojnë përmes projekteve dhe kush fiton merr paratë. Qeveria është justifikuar se ky shpenzim është i domosdoshëm për imazhin e Shqipërisë. A mendon që ky është një justifikim i vlefshëm? Tani qeveria padyshim që do të kërkojë çdo lloj justifikimi për të mbrojtur vendimin e saj. Është thënë të paktën janë dy alternativa që janë artikuluar edhe zyrtarisht nga qeveria, nga kryeministri apo ministri i kulturës që e bëm këtë veprim për të shpëtuar imazhin e Shqipërisë, sepse me që nuk u shitën biletat, koncerti do anullohej dhe me që ishin disa mijëra njerëz nga jashtë që kishin prerë biletat, ata do zhgënjeheshin që ky aktivitet i organizuar në Shqipëri nuk u ekzekutua, dhe kjo ishte prishja e imazhit të Shqipërisë. Pastaj u tha edhe që këto para nuk janë sponsorizim, po janë investim, sepse nga ky koncert biznesi, hotelet, restorantet në Tiranë të paktën, por jo vetëm, do të prodhojnë, do të shesin shërbime dhe do të fitojnë rreth 100 milion euro, sepse kështu kishte ndodhur diku në një koncert në Stamboll apo diku në Los Angeles, edhe pse krahasimet kanë kërkuar lidhje në raport me popullsinë apo në nivelin ekonomik mes Tiranës, Los Angelesit apo Las Vegasit apo Stambollit. Shumë e qartë. A mendoni se sot kemi probleme me individ të korruptuar apo me një sistem që favorizon korrupsionin? Korrupsioni është një problem i madh. Asnjë shoqëri, asnjë qeveri, asnjë vend nuk është imunizuar ndaj korrupsionit. Rëndësishme është se në ç'anë ndodhet shteti, në ç'anë ndodhet qeveria dhe strukturat e saj në raport me korrupsionin. Sa do të korruptuara të jenë mekanizmat e shtetit, rëndësi ka që shteti të jetë në anën tjetër, të jetë përballë korrupsionit, pra të jetë duke luftuar me të. Shpesh ajo që ndodh na vën në dyshime nëse institucione apo individ të lartë në Shqipëri janë në të njëjtën anë me korrupsionin apo janë përballë. Megjithatë, përgjithsisht ne flasim për sistemin, por mendoj që nuk është faj i sistemit. Sistemin e bëjnë individët. Ne kemi një shtet të ndërtuar me institucione si çdo shtet tjetër dhe nëse kemi prokuror të paaft apo të inkriminuar, të korruptuar për të luftuar korrupsionin, ky nuk është faj i mënyrës se si është ndërtuar prokuroria. Nëse kemi ministri ku ka ministra dhe zyrtar të lartë të korruptuar, ky nuk është faj i mënyrës se si është ndërtuar struktura e kësaj ministrisë, por i individëve të korruptuar. Gjithsesi, besoj që në Shqipëri është prekur një limit i korrupsionit që ka inkriminuar vetë shtetin dhe institucionet më të rëndësishme, përfshirë këtu së pari parlamentin, ligjvënësi, ai që prodhon ligjet përmes të cilave një vend qeveriset. Dhe këtu e kam fjalën për ligjet që janë bërë me porosi për të shërbyer projekteve të caktuara apo individëve të caktuar, siç është ligji për investime strategjike,
apo siç është edhe ligji i ri për zonat e mbrojtura ku në mënyrë të paramenduar dhe të paracaktuar pasi ishin vizatuar në hartën bregdetare zonat ku do ndërtohej pikërisht në ato që mbanin ende statusin si zonë mbrojtër, pastaj u miratua ligji, u ndryshuan, u hoqën zona nga zonat e mbrojtura, u lejuan ndërtimet e kështu me radhë. Pra, besoj që një vend ka prekur fundin në raport me korrupsionin kur ligji nuk shikohet si një pengesë, por shikohet si një lastik që nëse na pengon thjesht e zgjasim apo e këpusim dhe e lidhim diku tjetër që të mos na pengojë. A ka krijuar një spak ndryshim real për perceptimin e qytetarëve ndaj drejtësisë sipas jush? Spaku është një institucion, është një prokurori me një numër të kufizuar njerëzish dhe ne shpesh drejtojmë gishtin e fajësisë mbi spakun, i cili nuk është në gjendje të arrestojë këtë, atë dhe të mbush gjithë burgjet, të pastrojë të gjithë politikën nga të korruptuarit. E kjo vjen nga dy arsye, besoj. Në shkalla lartë e korruptimit të gjithë institucioneve në Shqipëri dhe përpasoj pritshmëritë tona të jashtëzakonshme nga spaku, i cili do të bëjë gjithçka dhe do ta ndryshojë faqen e këtij vendi dhe fatet tona si popull. Dhe tjetra, deri para spakut kemi pasur një prokurori tërësisht të mefsht, një prokurori tërësisht të kontrolluar nga partitë që zotëronin pushtetin dhe ku asnjëherë askush nuk ishte guxuar që të firmoste dhe të shkonte në nivele të larta të qeverisjes për të akuzuar dhe pa le arrestuar dikën. Dhe në momentin kur në sken doli spaku me mbështetje ndërkombëtare, kryesisht amerikane, edhe pritshmëritë tona si popull u rritën shumë. Por kur nuk shikojmë atë që mendojmë ne se duhet bëj spaku, pastaj mendojmë që spaku ka dështuar. Unë mendoj që spaku. Dhe për ta mbyllur semin e kohë të limituar, çfarë komenti do të jepni në lidhje me protestën që po zhvillohet aktualisht në vendin tonë? Protesta është një lëvizje qytetare, politike, është duke e parë në këndvështrimin e një shoqërie e cila asnjëherë nuk ishte dëshmuar që është e gjallë, aktive, që bëhet nervoze kur i shkelin të drejtat e tjerë. Mendoj që është gjëja më e bukur që i ka ndodhur. Sërish pritshmëritë e njerëzve janë që kjo protestë të çmontojë atë politikën e vjetër, të inkriminuar, të korruptuar etj. Por unë mendoj gjithsesi që sado që kjo protestë të arrijë, mendoj që deri tani ka hipotekuar pas një dyshim sukseset e veta për të konsideruar një ngjarje që do të mbahet mend në historinë politike të paktën të këtyre dekadave. Me të kënaqësi që të kisha në këtë lidhje direkte për ditën e sotme, bashkë do ta mbyllim këtu, ndërkohë i kthehemi pjesën tjetër me të ftuarin e radhës për të diskutuar një temë shumë interesante. Jemi rikthyer në këtë pjesë për të diskutuar për 44 ditë revolte dhe ende asnjë lëvizje e re politike në sken. Protestat qytetare që kanë nisur në fund të muajit pas shkëndijës që u ndez në Zvërnec kanë si kërkesë kryesore dërheqjen e qeverisë. Por a do të fitojnë qytetarët në këtë lëvizje që konsiderohet më e madhja në historinë e pluralizmit shqiptar pas asaj të dhjetorit të vitit 90? I ftuar me mua në studio sot për të diskutuar këtë temë është zoti Ermal Hasimja. Kënaqësi që të kam të ftuar ditën e sotme. Protestat janë vetëm të qytetarëve, po ju a mendoni që ka një lider nga pas? Ka disa informacione për protestat, natyrisht meqense se jam edhe unë në këtë lloj mjedisi, kam dhe informacionet e mia, kam përshtypjen që nuk ka një lider të vetëm, një udhëheqës ose organizator të vetëm, janë të paktën 3 grupe të ndryshme kryesore, të cilët janë marrë me organizimin edhe me strukturimin e protestës gjatë tyre ditëve, por jo një grup i vetëm. Nga ana tjetër pastaj ka plot rryma, ka plot grupe të ndryshme të cilat marrin pjesë në protestë, sjellin kontributin e tyre, jo domosdoshmërisht duke luajtur ndonjë lloj roli organizativ. Pra është një lloj shumësie. Nëse mund t'i përmendim, cilat janë këto 3 grupe? S'diti ve emër sepse kam përshtypjen që as ata vet nuk kanë vënë emër grupe, po janë grupe që strukturohen kryesisht tek menaxhimi i pjesës të folurit, aty të fjalimeve,
Dhe pjesërisht dhe ajo që është më e rëndësishme pastaj dhe tek pjesa e kërkesave, atyre kërkesave të famshme që janë paraqitur gjatë kësaj kohe. Aty duket që ka një lloj dakordësie dhe aty duket edhe pastaj që ka një lloj grupi, që ka një lloj, le të themi, bashkëpunimi grupesh organizuese. Nga ajo që vini re, mendoni që grupet kanë një lloj kundërshtie në lidhje me njëri tjetrin? Mund ndodhi në një moment, kam përshtypjen që është normale që në një protestë që është kaq e hapur, kaq demokratike, të ketë her pas here probleme të vogla të tipit dikush i do të flasi, por të tjerët që gjykojnë që nuk kanë një gjë të mençur për të thonë, ose dikush që thot diçka po që nuk ju pëlqen të tjerëve, ose grupet ndryshme pastaj që pretendojnë që duhet flasin disa më tepër nga ky krah ose nga krahu tjetër. Po këto janë normale në një protestë, është e pashmangshme. Ajo që është shumë interesante për të parë, është pavarësisht se nuk ka një udhëheqje, organizim ose strukturim të vetëm, unik dhe të unifikuar nga brenda protestës, protesta vazhdon edhe funksionon dhe vazhdon edhe mbledh me dhjetra mijëra qytetar. Kjo është një gjë e pamendueshme deri para pak kohësh, kur i mendonim që shqiptarët kanë të vështirë të organizohen në përmasa të tilla dhe në një mënyrë të tillë. Po për dhunën në rastin e protestës, a keni një mendim? Për kë? Dhunën e përdorur gjatë rastit të protestës. Po dhuna më e madhe që kam parë në protestë ka qenë hedhja e vezëve. Dhe shikoni, kemi parë edhe ndërveprim nëpërmjet protestuesve nga ana e policisë. Po, nuk vështirë që ta konsiderosh si dhunë. Domethënë dhunë mund të quash tjera gjëra, për shembull, meqense Parisin e njoh pak më tepër, është shtëpia ime e dytë në një farë mënyre, kur ishin këta jelekverdhët që organizonin protestat e këtyre në ato zonat kryesore të Parisit, Champs-Élysées dhe në vendin Bastille, në vende të tjera, ku parashikoj që do kishte protesta, dyqanet mbylleshin me pllaka të mëdha kompensate, në mënyrë që të mbroheshin nga thyrjet, nga dhuna, plaçkitjet shpesh e tjerë. Kjo do të ishte dhunë, por hedhja e vezëve ose në një shtyrje, në një nxehje aty e momentit të vështirë që mund ta konsiderosh dhunë. Kështu që unë nuk kam parë në një dhunë, në një gjë që konsiderohet drejtësisht si dhunë aty. Natyrisht që të shohësh 10, 20, 15 me raste dhe 60-70.000 protestues në shesh, njerëz që nuk janë të inkuadruar, të kontrolluar nga një parti, nga një organizat, nga diçka. Patjetër që në një moment mund dali dikush edhe të i kalojë atë, të kalojë kufin. Por në fakt ato nuk i kemi parë. Është vërtet për të lavdruar protesta në këtë aspekt. Ju keni ndërmarrë një nismë politike për bashkimin e opozitës. Si po ecin negociatat? Në këtë moment, për qenë shumë të sinqert, protesta e ka ngrirë në një farë mënyrë procesin, sepse ka rishtruar përpara opozitës sfidën e rimendimit vetvetes. Pra kjo protestë ka qenë një protestë që natyrisht është e gjitha kundër qeverisë dhe kërkon dorëheqjen e Ramës dhe të qeverisë, por nga ana tjetër është dhe një sfidë edhe ndaj opozitës. Kemi vënë edhe ato thirrjet Rama-Burg, Berisha-Burg ose opozitë shitur e tjerë, pavarësisht se mund mos përfaqësojnë vetëm një pjesë të atyre që janë shesh, aty ka dhe mira demokratë që dalin, natyrisht nuk janë dakord me këtë thënie, por në thelb zhvendosja e legjitimitetit të kundërshtimit, të rezistencës, të oponencës nga parlamenti ose nga selia e PD-s dhe partive tjera tek sheshi, ka bërë në fakt që opozita gjendet e papërgatitur, opozita në gjithë përbërësit e saj, partitë të reja, të vjetra dhe vogla të mëdha, dhe në një farë mënyrë ka detyruar, për këtë jam i sigurt, të gjitha partitë e opozitës që ta rimendojnë vetveten, ta rishqyrtojnë vetveten dhe ta shikojnë vetveten në këtë pasqyrën demokratike, kërkuese që është protesta aktuale. A ka sot opozita një ofertë re për qytetarët apo ende funksionon vetëm mbi kritikën ndaj qeverisë? Ofertat i ka patur, sepse ka patur programe zgjedhore, elektorale, para më pak se një viti kemi parë këto programe, por janë programe që janë bërë më tepër për t'i pëlqyer elektoratit, duhen programe ndoshta të guximshme, dhe nga ana tjetër duhen programe që duhen rimenduar tashmë edhe në kuadër të protestës.
Kjo është një nga arsyet pse në një farë mënyrë protesta e ka ngrirë aktivitetin e opozitës, e ka nxjerr pak jashtë loje në këtë aspekt. Por gjithsesi ajo lëvizja ose le të themi qëndrimi kryesor që po mban opozita në këtë moment është në tërësia ka qenë mbështetja e protestës, sepse e ka vënë re shumë mirë që kjo lloj proteste është shumë më dëmshme dhe rrezikshme për qeverisjen se sa çfarë do lloj proteste që mund të organizonin pastaj partitë e opozitës veç ose edhe bashkë. Pse shumë qytetarë thonë që nuk ka zgjidhje reale politike? Ndoshta nuk ka zgjidhje të mira për një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve, po zgjidhje ka. Janë disa zgjidhje, është Partia Demokratike, është partitë e tjera të vogla dhe të reja. Natyrisht ka një lloj pakënaqësie tek njerëzit, ka dhe një lloj zhgënjimi, ka dhe një lloj paragjykimi në raport me partitë, përfshi dhe partitë e reja, sepse njerëzit janë mësuar me zhgënjime gjatë tyre 35 viteve të fundit. Pra njerëzit kërkojnë diçka të re. Edhe po të shikosh sondazhet, duket qartësi që në këtë që mund ta quajmë në thonjza tregun politik, ka një kërkesë për diçka të re, për një lloj oferte të re që shkon përtej atyre çfarë janë ofruar deri më sot në politikën aktuale. Sipas jush, a mendoni që është konsumuar modeli liderëve shqiptar në politikën shqiptare? Varet çfarë lloj liderësh, ka shumë vende në botë ku partitë politike funksionojnë me leadership të fortë. Ka në Europën kontinentale për shembull, ka qenë e zakonshme, i vetmi dallim ka qenë që qëndrueshmëria ose qëndrimi i liderëve në krye të partive të veta ka qenë i kufizuar dhe ka qenë i lidhur me një lloj morali të caktuar qeverisës, edhe me rezultate dhe me një lloj niveli të shumë të kujdesshëm pranimi nga vetë zgjedhësit dhe antarët e këtyre partive. Domethënë për ta thënë me fjalë edhe më thjeshta. Po në rastin e Shqipërisë po flasim. Po desha thjesht ta bëj krahasimin. Kemi lider në Europë edhe në botë, cilët mund të kenë ndërhyrën politik për 20-30 vjet, ndoshta edhe më tepër. Nuk është ky problemi domosë se sa gjatë rrin liderët, po se çfarë ofrojnë në vetvete. A ofrojnë diçka që për cilën ka nevojë vendi në atë moment, a ofrojnë diçka të tejkaluar? Protesta të thotë në fakt që ajo çfarë është ofruar deri tani është e tejkaluar. Dhe modeli i leadershipit në Shqipëri ka këtë lloj problemi që është një model autogenerativ, është një model i cili gjeneron vetveten, pra lider të cilët në përgjithësi vendosin kapin pushtetin dhe vendosin në pozicionet kryesore të partisë njerëz të cilët prap do t'i mbështesin po ata vetë dhe ashtu pastaj betonizojnë qëndrimin e tyre në parti. Kjo varet pas edhe nga vetë antarët e partisë, nga ndjekësit, votuesit që vazhdojnë edhe i votojnë. Si mendoni, a ka hapësirë sot për forcat e reja politike që ta ndryshojnë pak atë balancën? Patjetër, ka hapësirë për forcat e reja që do duhet ta mendojnë, ta rimendojnë politikën dhe demokracinë shqiptare komplet ndryshe nga ajo siç është menduar tani. Deri në momentin që ne flasim, betejë politike ka qenë ju jeni hajdut, ne jemi të ndershëm, prandaj votoni për ne. Ndërkohë që unë mendoj që do duhet të jetë komplet ndryshe. Çështja nuk është kush do ta qeverisë Shqipërinë, po si do të qeveriset Shqipëria. Kjo është e rëndësishme. Pra duhen gjetë mekanizmat e duhur, ligjor, institucional, të cilët të bëjnë të mundur që ky vend mos ketë nevojë për njerëz të ndershëm për të qeverisur, por të ketë nevojë për institucione dhe ligje, të cilët do të detyrojnë njerëzit që të jenë të ndershëm kur të jenë në pushtet. Ky është gjithë thelbi. Qose ne do priremi gjithmonë që të kërkojmë njerëz të ndershëm dhe ata t'i vendosim ose t'i mendojmë në një sistem korruptues, aty kemi dështuar totalisht. Sot në Shqipëri mund të marrësh edhe norvegjez, suedez, finlandez nga ato popujt më pak korruptuar të botës dhe po i morë këtu prap do korruptohen sepse i tillë është sistemi. A mund të kemi një rotacion politik në Shqipëri pa një reformim të thellë të opozitës? Vështirë. Është jo vështirë, por është e pamundur. Unë mendoj që opozita, sidomos në dritën e protestës, do duhet të reformohet, do duhet të rimendoj veten me themel nga fillimi, do duhet të shqyrtoj veten e saj, jo thjesht programet elektorale, se nuk ka vujt nga pjesa programeve elektorale, më tepër që Shqipërinë nuk i kushtohet shumë vëmendje, por nga pikpamja e burimeve njerëzore dhe nga pikpamja e filozofisë që ka, asaj çfarë premton. Pse duhen burimet njerëzore?
Sepse nëse marrni mend pak më parë thashi çështja nuk janë njerëzit, por është sistemi. Sepse në fakt është pikërisht kjo çështja e burimeve njerëzore që bën të mundur që ti besosh një partie të caktuar ose opozitës në rasti konkret që do të vendosë për të bërë disa reforma të caktuara. Domethënë kjo është pjesa kunis. Nëse ti ke të njëjtët njerëz që e kanë dizajnuar politikën prej kaq e kaq vitesh, të premtojnë që do të ndryshojmë gjithçka etj. Atë është pak më e vështirë. Do duhet në fakt përfshirje e njerëzve të rinj, do duhet natyrisht edhe forca të reja politike që të kenë integritetin e dur, të kenë seriozitetin, të kenë kapacitetet intelektuale dhe profesionale për t'i mundësuar të ndryshime. Nëse vazhdon ky hendeku mes qytetarëve dhe institucioneve, çfarë rrezikon Shqipëria në vitet e ardhshme? Është dekurajimin rreth parë të qytetarëve. Domethënë nëse njerëzit e shikojnë veten të pashpresë, kapur për ato ingrenazhet e shtetit, të pashpresë, të pambrojtur ose të varur thjesht nga vullneti i liderëve politik ose i deputetëve ose kryebashkiakëve etj., pushtetarëve në thelb, atëherë është e qartë që do në këtë botë që është si en komunikuese do përjen shkojnë në një vend tjetër ku ka shtet normal, ku ka arsim normal, shëndetësi normale, rrugë normale, gjykata etj. Shumë e qartë. A ka sa shpresë për një Shqipëri ndryshe dhe nëse po, kush do ta sjellë ndryshimin, qytetari, drejtësia, opozita apo një rritje elite politike? Ndryshimin në çdo vend e sjell qytetari përmes mënyrës se si e orienton votën. Kjo është, gjithë të tjerat pastaj varen nga kjo. Çdo popull ka qeverinë që meriton në një farë mënyrë, për mirë ose për keq. Nëse populli vendos që të ndeshkojë me votë, për shembull, të papërgjeshmit, hajdutët, atëherë është e qartë që jo vetëm qeveria që është në pushtet, por edhe opozita e cila do të vinë nesër në pushtet, merr mësimin e duhur për qeverisur siç duhet atëherë kur t'i vi rradha. Kështu që në fundit sovranitetin e ka gjithmonë në dorë populli, për aq kohë sa nuk jemi në diktaturë. Sepse nuk jemi akoma në diktaturë, jemi në një lloj forme autokracie elektorale ku njerëzit dalin dhe votojnë, vota manipulohet pjesërisht po jo 100%, dhe gjithsesi prap njerëzit e kanë në dorë. Dhe po ta shikojmë edhe me këtë protestë që u bë, prap njerëzit e destabilizuan totalisht qeverisjen në Shqipëri. Kështu që pushteti është gjithmonë tek njerëzit, mos harrojmë që jemi një tip popull që përpara 35 vjetësh rrëzuam regjimin më gjakatar dhe më totalitar në Europë. Kënaqësi që të kisha të ftuar sot në studio. Mirë miqtë e mi, bashkë do të shihemi episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.